Presim edhe 2 minuta. Si duash ti e... Sa po vjen edhe Alindi. Alindi vënohet. E ta shkruti. Farburiku po, këtu salla është plot. Okej. Unë vazhdojmë. Oje. Përshëndetje gjithëve, në sajt kalendarit aktiviteteve javore në logën e Shkëndijës, sonte do mbahet mbrëmja ku prezantohet programi, koncepti dhe ideja politike e Syrizës, një nga forcat më përparimtare në Europën e sotme, e cila me fitoren e saj dhe ardhen në krye të shtetit në Greqi, i ka fut dridhurat, mund të themi, jo vetëm nga tmerri, po edhe entuziazmi i gjithë Europës. Me që tu kemi shumë tri, Qendra Sociale Logu i Shkëndijës, nëse më lejohet, të bëj një përkufizim vogël. Qendra Sociale Logu i Shkëndijës është një qendër sociale e cila ka për qëllim krijimin një terreni ose një toke të qiruar nga të gjitha paragjykimet dhe që ka për synim me sjell ide të reja përparimtare, radikale, të cilat realisht sot nuk ekzistojnë në Shqipëri për shoqërinë shqiptare. Në logën e Shkëndijës, në qendrën sociale, mbahet gjatë javës 3 ose 4 aktivitete, prezantohen autor subversiv, mbahen mbrëmje poetike, shfaqen dokumentar dhe filma me tematikë politike, shoqërore dhe temi ekonomike nga regjizorë të ndryshëm të huaj, dhe kemi shumë aktivitete të tjera të ndryshme. Mund të themi se Qendra Sociale Logu i Shkëndijës është ndër vetmet që është në Tiranë, nisur nga idejet ose përpjekjet që ajo propagandon ose reklamon për shoqërinë. Kështu që Redi mund të vazhdosh prezantimin. Okej, faleminderit. Atëherë do thoya që domethënë në zhvillimin e situatës siç ka ardhur deri në këtë moment, pra Syriza arriti të fitojnë në zgjedhje dhe menduam se padyshim që është më rëndësi që të bëjmë një farë analize të gjithë situatës e cila e ka sjell në këtë pozitë dhe sfidave me të cilat do përballet ajo. Pra unë dua ta nis nga fare shkurt nga historiku i Syrizës, se nga ka origjinën dhe në ç'pozitë është tani. Gjithashtu diçka në lidhur me borxhet me të cilat përballet, situatën në të cilën ndodhet Greqia tani, duhet të bëj një analizë të shkurtër, pra se si ka kaluar hap pas hapi Greqia në pozitën e tanishme në cilën ndodhet. Më pas duhet të prezantoj pak a shumë programin që ka Syriza me qeverinë e re. Gjithashtu duhet të prek pak kritikën që i bëhet Syrizës, sidomos nga fraksioni i majt i Greqisë, pa qoftë Partia Komuniste, qoftë fraksionet e tjera të cilat ndodhen jashtë parlamentit. Dua të përmend pak a shumë edhe qasjen që ka Gjermania ndaj një politike si ajo që prezanton Syriza, dhe në fund marrëdhënien që shes Syriza lidhur me influencën që do ketë në Bashkimin Evropian. Shpresoj që të gjitha këto t'i përmbledh sa më shpejt ose brenda një afati kohor të mundshëm ose të pranueshëm, rreth 1 orë shpresoj se do zgjatem shumë dhe shpresoj që pas në fund të kësaj të gjithë së bashku të diskutojmë dhe të dalim një konkluzion lidhur me influencën që do ketë politika e Syrizës në vendin tonë, pra qoftë lidhur me politikanët, qoftë me gjithë mendsinë ose impaktin shoqëror, dua të them. Atëherë po nis pa humbur kohë nga historiku. Historiku nis që në vitin 1969 me Partinë Komuniste Greke, e cila ndahet në 2 fraksione, dhe kjo përkon me hyrjen e tankeve sovjetike në Çekoslovaki. Bën ndarja mes rrymës staliniste, që ishte e vendosur, dhe atyre që quajtën eurokomunistët. Kjo ndarje vazhdoi deri në vitin 1981, në cilin në skenën politike greke shfaqet PASOK-u, pra Partia Socialiste e Greqisë, e cila duhet thënë se për kohën vjen me një program tejet radikal, shumë radikal se gjithë Partitë Socialdemokrate të Europës të asaj kohe, pra bën fjalë për dalje nga NATO, për heqje të bazave ushtarake amerikane në Greqi,
për shoqërizim të industrisë e gjëra të tilla, por në fakt me fundin e viteve të 80 gjithë kjo retorikë dhe gjithë kjo si më thën radikalizëm, po ta quajmë kështu, i PASOK-ut humbet. Fillimisht pra Partitë Komuniste, siç thash, u fraksionuan. Fillimisht u ndjen të kërcënuara për pozitën e tyre brenda SMAJT-s nga programi i ri i PASOK-ut, por me zhgënjimin që përsoi më pas, po themi elektorati me qëndrimin që mbajti PASOK-u, atëre këto dy parti komuniste vendosin të ribashkohen në atë që u quajt sinaspizmos, pra si rrymë ose si parti, që do thot në vetë do thot bashkim, dhe hyrë në zgjedhjet e 1989-s, në të cilat arriti të marrë 15% të votave. Gabimi i madh i sinaspizmos për këtij bashkimi ishte fakti që ata bën koalicion me Demokracinë e Re, pra me Krahun e Djathtë, vetëm bazuar në këtë, si më thënë, mospërqimin që kishin ndaj PASOK ose kundërshtimin që kishin ndaj PASOK. Çka bëri që të humbasin shumë në kredibilitetin ndaj votuesve dhe që pak vite më pas të shkëputen përsëri krahu i Partisë Komuniste Staliniste, që është edhe ky sot, Kukueja, pra, dhe këta që i quajtën eurokomunistët. Gradualisht me grupin e eurokomuniste që mbajti dhe emrin sinaspizmos, në fakt u bashkuan hapasapi edhe grupime të tjera, siç janë maoistët e KOS, trotskistët e DEA-s, partitë e gjelbra dhe grupime ndryshme feministe, të cilat në vitin 2004 pra vendosën të themelojnë këtë që quhet koalicioni i SMAJT-s radikale, pra që është Siriza. Me thënë të drejtën, nga viti 2004 deri në vitin 2009, ky si koalicion mezia dilte mban pra të merrte ose të kalonte pragun e domosdoshëm për të qenë në parlament, pra diku rreth 3 deri në 5% maksimumi të votave. Ishte një fraksion i cili bazën e vet elektorale kryesisht e kishte brenda qarqeve akademike, pra ishte përgjithsisht një numër pedagogësh, po themi kështu, marksist, me mbështetje nga disa studentë, pra nuk ishte një lëvizje që ka bazën as tek klasa punëtore, pra, dhe as tek një elektorat paksa më i gjerë, normalisht bazuar dhe në situatën ku ishin. Në vitin 2009, pra pas krizës së 2008-s, Siriza hyn në zgjedhje dhe shpreh se kërkon të marrë pushtetin. Megjithatë në këto zgjedhje merr vetëm 5% të votave, si zakonisht, ndërkohë që PASOK-u fiton pra me 44% të votave, pra një fitore e madhe e PASOK-ut. Fakti është që me dështimin ose me implementimin e këtyre politikave shtrënguese që impononte Europa, me memorandumet që u nënshkruan mes Greqisë ose qeverisë PASOK-ut dhe Trojkës, përsëri PASOK-u pra humbi kredibilitet kaq të madh sa në sondazhet popullore PASOK-u pas një viti kishte rënë në 10%, ndërkohë që Siriza kishte arritur rreth 27%, pra një kapërcim kështu kolosal. Viti 2010, sa i përket Sirizës, u shoqërua me zhvillime, po themi kështu, brenda partisë, sepse nga njëra anë u krijuar që quhet Fronti për Solidaritet dhe Përmbysje, që ishte fronti më majtas Sirizës, i cili si më thënë i binte këmbanave të alarmit për një farë qasje ose linje të cilën po merrte partia që ishte pro-europiane. Megjithëse kjo përpjekje, me thënë drejtën, nuk pati ndonjë mbështetje të madhe, ndërkohë që krahu i djathtë brenda Sirizës, ai i cili bënte thirrje për koalicion me PASOK-un dhe për implementimin dhe për pranimin e këtyre masave shtrënguese, përfundimisht u shkëput fare nga Siriza dhe formoi këtë partinë tjetër që quhet Dimar, e cila në zgjedhjet e 2012-s pra bëri koalicion me Demokracinë e Re dhe me PASOK-un, këto tre parti për të vazhduar pra politikat e memorandumit. Pra në vitin 2012 Siriza arriti prapë 27%, ndërkohë që Demokracia e Re mori 30%, por ajo që ndodhi dallimi i madh në vitin 2012 ishte fakti se rivalët historikë siç ishin PASOK-u dhe Demokracia e Re ishin bërë bashkë tani më, dhe vetëm e partia opozitare, edhe në qendrim edhe në politikë, ishte Siriza brenda parlamentit pra. Ashtu si shpreh edhe një aktivist i ri i Sirizës, pati një radikalizim të mbar shoqërisë. Thotë që s'do të thotë se u bën gjithë majt, por mund të vrej qarta zithyrja diskursit hegemon deri në atë kohë. Dhe ky mlef u pasqyrua në zgjedhjet e vitit 2012. Ajo që po ndodh sot, pra përtej faktit që Siriza e fitoi zgjedhjet, është që sot brenda partisë ekziston ajo që quhet platforma e majt, që është përsëri një rrymë më majtas Sirizës,
e cila bën thirrje në radhë të parë për afrimin e partisë me një bazë, si më thënë, me lëvizjet popullore, me organizatat që ndodhen në terren, janë të gjithë ato që janë pra përgjegjëse për organizimet e protestave masive që kemi parë gjithë në Greqi, sepse siç thash edhe një herë, baza elektorale e Sirizës nuk është klasa punëtore. Si dhe kjo platforma e majt bën thirrje edhe për daljen e Greqisë nga eurozona, pra brenda vet partisë ka rryma të cilat nuk bien dakord me qasjen zyrtare, po themi, të Sirizës për të qëndruar në Europë dhe për të përpjekur në një farë mënyrë për të ndryshuar vetë linjën e Europës, po që është diçka të cilën do t'i rikthehemi me një fjalë më vonë. Në lidhur me borxhet që janë ngarkuar, si më thën, Greqisë deri në këtë moment, bëhet fjalë për 319 miliardë euro, të cilat janë të shpërndarë si më poshtë: 205 miliardë ka borxh ndaj qeverive europiane, 27 ndaj Bankës Qendrore Europiane, 31 miliardë ndaj FMN-s, Fondi Monetar Ndërkombëtar, dhe 56 ndaj huadhënësve privat. Nga ana tjetër, pozita e Greqisë është e tillë që borxhi për këto 320 miliardë euro përbën 175 të GDP-s së saj, ndërkohë që norma e lejuar pra në Europë supozohet se është 60% dhe ne kemi diku te 62%. Kjo është 175 dhe është rritur nga viti 2012, në cilin ishte 120%, me marrjen e borxhit me memorandumin e vitit 2012, që supozohej se Greqia do ta nxirrte pra nga halli dhe nga kriza, do përshpejtonte ritmet e rritjes së ekonomisë dhe të shpërndarjes së borxhit. Ky borxh është rritur ka shkuar në 175%. Pra. Bëhet fjalë për të kurrjet e ekonomisë në shifrën 27%, që nëse krahasohet me Amerikën e viteve të 30, pra, dhe depresionin e madh më njëherë pas luftës së dytë botërore, para luftës së dytë botërore, në Amerikë ishte 32%, në Greqi sot është 27%. Ndërkohë, papunësia ka arritur shifrat 25% në përgjithësi, ndërkohë për të rinjt në moshën 25 vjeç deri në masën 60%. Paga minimale është 600 euro në muaj, është ulur ende, dhe 600 euro ndoshta për ne duket kaq pak, por po ta krahasosh me pagën minimale të Gjermanisë është 1700 euro vjetre, pra dallimi. Ndërkohë bëhet fjalë për një paga shumë gjithë ekonomistët e botës, po të jemi realist, domethënë si ata që janë socialdemokratë, si ata që janë të majtë të thekur, po edhe këta që janë më të krahut të djathtë shohin të pamundur krejt utopike në termin negativ të fjalës, domethënë politikën e ndjekur deri tani nga trojka për rritjen ekonomike të Greqisë nëpërmjet dhënies dhe rritjes së borxhit, pra. Sepse kjo nuk kupton që ekonomia greke do ketë një rritje rreth 5% çdo vit, në mënyrë që pas një 10 vjeçari të caktuar borxhi të jetë deri diku për gjysmuar, por që sipas ekonomistëve, unë nuk jam ekonomist, po them. Sipas ekonomistëve që kjo të ndodh, pra që Greqia të ketë rritje 5% për vit është diçka krejt irreale dhe krejt e pa bazë, do si më thënë, duke pasur parasysh që kjo Greqia ka pasur rënje ekonomike në 5-6 vitet e fundit. Ndërkohë për vitin 2015 Greqia vetëm për këtë vit pra përballet me detyrën e vështirë të shlyerjes 6.7 miliardë euro, pra në korrikusht. Po them dy fjalë se besoj është e rëndësishme për rrugën të cilën ka përshkruar Greqia deri në pikën e hallit ku ndodhet sot, pra. Po themi në diskursin ose zhargonin e përditshmërisë të kafeneve, po edhe të sidomos politikanëve, dhe ky është problemi i madh, do të them, politikanëve evropianë, po them, përdoret retorika e gjinkallës me milingonën. Gjinkalla janë këta grekët dembela, të cilat e kalojnë prishin paratë për buzuqe. Milingona janë punëtorë gjerman, të cilët punojnë dhe paratë e tyre, të këtyre taksapakuzëve gjerman, pra shkojnë në Greqi. Ky nuk është, si më thën, kjo qasje nuk është specifike për Greqinë, kjo është një qasje e zakonshme sa i përket faktit që në rast të krizash tendenca është gjithmonë që dështimi të cilësohet si kolektiv, pra kriza shlyhet në mënyrë sociale, ndërkohë që arsyet pse e shkaktuan dhe faktorët që e shkaktuan krizën janë krejt privat. Dhe rasti më tipik është edhe një herë nxjerrja e bankave amerikane dhe europiane, pra, nga kriza në cilën ndodheshin me paratë taksapaguzëve. Por ama
përtej kësaj retorike, përtej faktit që faji gjithmonë kolektivizohet, rasti specifik i Greqisë, do të thënë rasti i Greqisë është specifik për shkak të varësisë ekonomike thuajse neokoloniale të Greqisë ndaj Gjermanisë pra. Çka nuk kupton ose atë që ministri sapo emëruar i financave Yanis Varoufakis e quan një trajtim i popullit grek si nën njerëzor, pra. Megjithatë, dhe njëherë për të marrë me radhë se si u arrit deri në këtë pikë. Atëherë Greqia për pjesë e Bashkimit Evropian me premtimet më fisnike, më të mira të demokracisë, të interesave gjeopolitike dhe strategjike të përbashkëta, domethënë për të kapërcyer, si më thënë, këto kontradiktat dhe luftrat e shekullit të 20, të cilat kishte përjetuar Europa. Megjithatë, ironia qëndron në faktin se problemet dhe e gjithë kjo logjik u përmbys në momentin që Greqia bëhet pjesë e eurozonës, pra në momentin në vitin 2008, mos gaboj, në të cilin Greqia pranon të hyjë në monedhën europiane. Në këtë moment disbalanca vendosen menjëherë mes qendrës së fuqishme që është Gjermania, qendrës politike dhe vendeve të periferisë. Problemi i eurozonës sipas dhe njëherë Yanis Varoufakis është problem sistemor, pra është problem ekonomik i cili është brenda vetë Europës. Që do thotë se nuk është një problem i cili mund të zgjidhet duke shtrënguar ripin. Është një problem i cili kërkon transformimin radikal të vetë mekanizmave se si funksionon Europa. Sepse sipas tij pra është pikërisht mungesa e një mekanizmi riciklimi, siç thot ai, të po themi pasurisë dhe të rishpërndarjes pasurisë nga vendet me suficit buxhetor dhe tregtar, siç është Gjermania, ku diun Franca, drejt vendeve me deficit, siç është Greqia dhe vendet e periferisë, pra Portugalia, Irlanda, Spanja e me radhë. Pra kur nuk ka një mekanizëm i cili mundson rishpërndarjen e kësaj pasurie, atëre lindin situata të cilat çojnë në krizë. Dhe sigurisht Varoufakis këtë ka si tezë të vetën e ka për gjithë ekonominë globale dhe krizën të cilën përjetojmë, po specifikisht vlen edhe për rastin e Greqisë. Pra, vendeve me deficit buxhetor, vetmja mundësi për zhvillim ekonomik u ngelet huamarrja nga qendra. Kjo huamarrje fillon, domethënë, të paktën nga periudha 2004 deri në vitin 2008 kur ndodhi kriza e madhe, ishte një huamarrje e cila ishte krejt e papërgjegjshme, si nga vendet europiane të cilat e jepnin këtu hua, pra të qendrës, ashtu edhe nga vendet periferike të cilat e merrnin këtë. Pra, pa asnjë lloj kriteri për mënyrën se si shpenzoheshin këto para, për mënyrën e investimit të tyre. Mjafton të përmendim këtu lojrat olimpike të Athinës të 2004, domethënë që ishte një shpenzim tejet kolosal, por që në kohën kur u zhvilluan, u cilësua si një sukses madhështor i ekonomisë greke, ndërkohë që të gjitha këto ishin para të marra hua dhe nuk ishin asnjë bazë, pra ishin thjesht spekulime financiare. Nga ana tjetër, politika e Gjermanisë ka qenë kjo që pagat e punëtorisë së vet i ka ruajtur të ulta, pra i ka mbajtur të ulta pagat e punëtorisë. Arsyeja për këtë ka qenë para për të pasur konkurrueshmëri të lartë, domethënë duke pasur paga të ulta, atëherë ishin punëtorët gjermanë që ishin në punë. Dhe që do të thotë që rritja ekonomike relative që ka përjetuar Gjermania nuk është shoqëruar me rritjen e pagave të punëtorisë së gjerë, domethënë. Çka rriste konkurrueshmërinë dhe e pamundësonte, si më thënë, tërheqjen e kapitalit huaj nga vendet e periferisë. Nga ana tjetër nuk duhet lënë mënjan fakti i problemeve që ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe kohore aparati shtetëror i Greqisë, pra dhe po i përmend me radhë. Një aparat pra shtetëror i korruptuar dhe klientelist, evazion fiskal nga bizneset e mëdha dhe shoqëria më gjerë, sistem taksimi që favorizon bizneset dhe klasën e pasur, shpërdorim i fondeve publike, sidomos në prokurimin e armatimeve për ushtrim dhe barnave farmaceutike, shfrytëzim dhe monopolizim i tregut të punës nga aktorë të afërt në pushtetin, biznese mediatike të falimentuara që mbahen në këmbë nga pronarët të përfshirë në një numër biznesesh spekulative, pabarazi shoqërore, ineficiencë e shtetit të mirëqenies, dhe gjitha këto probleme të cilat ndoshta neve këtu në Shqipëri na tingëllojnë të njohura, domethënë.
Por megjithatë, sipas ekonomistëve të Syrizës, këto ishin probleme të cilat Greqia ka pasur në periudhë shumë të gjatë kohore. Pra nuk ishin probleme që lindën, si më thënë, me hyrjen e Greqisë në Europë. Dhe sipas ekonomistëve të Syrizës, vendi është në prag rënimi sepse zgjodhi të bëjë pjesë në një bashkësi monetare me shumë probleme. Atëherë çfarë ndodhi? Në vitin 2010 Trojka vendosi që problemin ose krizën që ishte shkaktuar në Greqi ta zgjidhte nëpërmjet këtij që quhet memorandum, pra duke dhënë një borxh kolosal që i shtohet borxhit tashmë ka Greqia, me shpresën jo me shpresën, po me kërkesën që Greqia ta shtrëngojë ripin në maksimum. Dhe shtrëngimi i ripit do të thotë shkurtime nga puna, rritje taksash, ulje pensionesh e me radhë. Përse e bëri sipas analizës së një ekonomisti, përse e bëri Trojka këtë lëvizje? Ka 4 arsye sipas tij. Në radhë parë. Në radhë parë është kjo loja ose kjo, si më thon proverbi që thotë që nëse huamarrësi ndaj huadhënësit ka borxh që nuk e shlyen dot, një shumë të vogël, një hua të vogël, pra, atëherë ky është problemi i huamarrësit. Nëse huamarrësi ndaj huadhënësit ka hua shumë të madhe, atëherë ky nuk është më problemi i huamarrësit, është problemi i huadhënësit. Pra nëse unë ty të kam borxh shumë para, ky nuk është problemi im, në radhë parë është problemi jot se s'po t'i kthej dot. Nëse të kam pak para, atëherë është problemi im se me domosdoshmëri duhet të t'i kthej dhe jam unë në pozitë të keqe. Me pak fjalë, Trojka, Greqia deri në vitin 2009 kishte borxh 410 miliardë euro. Dhe Trojka, ndërhyrja e Trojkës në radhë të parë, pra synonte të mbronte interesat e bankave private dhe institucioneve financiare të cilat ishin dhënë këtë hua borxh. Nëse Greqia falimentonte qatë vit, atëherë gjithë kjo hua nuk do shlyej dot, pra. Në radhë të dytë, problemi i Trojkës ishte dhe gjithë pra i Bashkisë Evropiane ishte ky që quhet efekt domino. Pra nëse falimentonte Greqia, atëherë nuk ishte marr asnjë mas nga pikpamja ekonomike që rasti i Greqisë mos shkaktonte këtë pra efektin domino me gjithë vendet e tjera, fillimisht të periferisë, Portugalia, Irlanda, Spanja, Italia e me radhë, dhe më pas pra shpërbërjen e krejt euros. Në radhë arsye e tretë ishte pikërisht kjo që përmenda, varësia ekonomike e Greqisë nga Gjermania në terma të shtetit të kolonizuar, në të cilin shteti kolonialist në një farë mënyrë i shkul veshin të kolonizuarit, duke imponuar politikat e veta dhe duke e bërë një farë mënyrë shembull disiplinimin e Greqisë ndaj këtyre politikave shtrënguese ekonomike. Pra. Shembull, do të them shembull për vendet e tjera të Europës. Në radhë 4 dhe në radhë fundit, destabiliteti politik dhe ekonomik historikisht pra është shfrytzuar nga elitat kapitaliste për të prezantuar ose për të shfrytzuar si mënyrë e implementimit të politikave neoliberale, të privatizimeve masive të pasurive publike, të çrregullimit të tregjeve dhe të ashtu quajturit fleksibiliteti i fuqisë punëtore. Pra fleksibilitet do thotë që mund të hiqesh dhe të merresh nga puna sipas qefit, nuk ka më kontrata afatgjata, por ka vetëm kontrata të përkohshme, nuk ka më lëmë pastaj kontrata kolektive. Ky quhet fleksibilitet i punëtorisë. Domethënë, puna nuk është asnjëherë e sigurt. Kjo sigurisht që i intereson punëdhënësit në marrëdhënie me punëmarrësin. Me pak fjalë pra, ose në analogji me kilin e Pinochetit dhe të çunave të Chicagos, por kjo e ka iden me në vitin 73, në të cilën u bë ky eksperimenti neoliberal i Milton Friedmanit, Greqia u kthye në një laborator eksperimental pikërisht për të politikave neoliberale. Privatizimet, sa përket privatizime, fillua që nga shërbimet bazike, si ujësjellsi, shpërndarësi energjetik, hekurudhat, aeroportet, minierat, deri te privatizimi i truallit dhe ishujve turistik. Pra, privatizua gjithçka. U ngrit një kompani privatizime quajtur Taiped, bordi i të cilit përcaktohej nga Trojka dhe shembulli i cilit ishte e njëjta agjenci e cila u mor me privatizimet masive që përjetoi ish Republika Federale Gjermane pra pas rënjes së murit të Berlinit. Kush ishin pasojat e gjithë këtyre privatizimeve dhe politikave të shtrëngimit financiar? Ishte sipas kujdo pra sidomos në anën e Sirizës është një emergjencë vërtet pra humanitare e cila nuk ishte parë që në luftën e dytë botërore.
dhe po e përmend. Papunësia, siç përmenda shifrat më para, pushime masive nga puna, sidomos sektorin publik, rrogat dhe pensionet u përgjysmuan, taksat u rritën dhe u shtuan në numër, çka ka bërë që më shumë se 1/3 e popullsisë sot jetojë në nivelin e varfërisë, nga 23% që ishte para 2012-s. Shpenzimet publike buxhetore u ndërpren, duke sjellë rënimin total të sistemit shëndetësor, bëhet fjalë për mungesë dorrezash plastike dhe pambuku, me fjalë deri në këtë farë pike. Radhë të gjata u vënë nëpër kuzhina popullore, të cilat duhet thënë u ngritën edhe me mbështetjen e Syrizës, që u shërbejnë supë të pastreve dhe të varfërve, të shumëfishuar nga turpëria drastike e klasës së mesme. Dekshmëria foshnjore erdhi në rritje, ndërsa numri i vetvrasjeve u disafishua. Nga ana tjetër, sidomos pati edhe probleme në këtë situatë, pra probleme për vjeljen e taksave nga shteti, çka bëri që të imponohesh në disa masa shumë të rrepta, mund të themi, si për shembull rritja ose shtimi i një takse mbi pronësinë, për shkak se nuk paguaj në mas, pra, u inkorporuan në një farë mënyrë tek fatura e energjisë elektrike. Pa që të paguaj faturën e energjisë elektrike, duhet të paguaj detyrimisht edhe këtë taksën, përndryshe nuk paguaj energjia. Të gjitha këto masa deri në një farë pike, pra siç e kemi ndjekur të gjithë, pra populli grek u përpoq të rezistojë me protestat masive, sidomos të 2012-s. Një pjesë e mirë u organizua në asamble popullore dhe refuzoi pagesën e energjisë elektrike, si gjithashtu i rezistoi edhe shkëputjes së energjisë, pra. Si ndikoi kriza te të rinjt, sepse dua të përmend këto raste specifike që të bëjmë dhe analogji me Shqipërinë, pra. Edhe sa lidhet me energjinë, faktin çfarë po ndodh tek ne, edhe ndikimin tek të rinjt. Të rinjt u prekën në dy mënyra. Mënyra e parë ishte padyshim pra kushtet mizerabël të punës, papunësia e lartë, pa edhe ata që gjenin vende puna kushtet ishin shumë të këqija, uljet e pagës, e me radhë. Aspekti i dytë që është interesant është sistemi arsimor. Në vitin 2012 propozua një reformë e re e cila e orientonte universitetin sipas kërkesave të tregut. Dhe në fjalët e një aktivisti të ri të Syrizës, politika e re arsimore supozohet se do përgatis studentët për realitetet e reja në vendin e punës. Çka do të thoshte se praktikisht synoi universiteti kthehej në një fabrik prodhimi që do furnizonte tregun me prekariatin e ri. Pra me një farë mënyrë me klasën e re punëtore, e cila të vetmen të ardhë me punë, kishte një vend pune të pasigurt, i cili mund të humbiste nga një ditë në tjetrën, lëmë pastaj në profesion e gjëra të kësaj natyre. U tentua të rritej tarifa e masterit, çka bëri që një pjesë e mirë studentëve të zgjidhin emigracionin, pra një masë e madhe e të rinjve të Greqisë zgjodhin emigracionin, jo vetëm për shkak se u vështirësua edhe më marrja e një diplome, por edhe për faktin se marrja e diplomës nuk është se siguronte ndonjë gjë, ndonjë të ardhme vend pune ose. Megjithatë, kjo që e reforma, e cila u propozua, por protesta dhe zaptimet masive studentore e pamendsuan implementimin e plotë të kësaj reforme. Për ta mbyllur, mund të themi se politikat e shtrëngimit në Greqi ishin një dështim total dhe kolosal, të cilat shkaktuan gjithë krizë humanitare. Dhe sipas ekonomistit që ndoshta keni dëgjuar Thomas Piketty, që ka bërë këtë librin e famshëm Kapitali në shekullin e 20, ekonomisti francez, alternativat e Greqisë në vitin 2015 janë tre, thotë ky, dhe kjo është para zgjedhjeve. E para është një krizë financiare që do të zhys vendin në një situatë pa rrugdalje. E dyta është fuqizimi i fraksionit neonazist në Greqi dhe marrja e pushtetit prej tyre, dhe e treta është alternativa e së majtës për rinegocimin e borxhit aktual. Sipas tij Europa ka nevojë për një revolucion demokratik. Dhe me sa duket pra Greqia zgjodhi alternativën e vetme të mundshme reale. Po kaloj tek programi i Syrizës për të përmendur propozimet e vet Syrizës, domethënë. Në radhë të parë duhet thënë që risia e Syrizës ose këmbgulja ose si më thënë propaganda që ka bërë disa kohë është fakti që nuk mund të ketë dalje nga kriza, nuk mund të ketë një reformë ekonomike të kryer nga të njëjtët njerëz të cilët vendin e kanë udhëhequr në këtë pikë të hallit, domethënë. Për këtë arsye, reforma në Greqi thotë mund të vijë vetëm nga klasa punëtore, pra nga mbështetja e klasës punëtore për të arritur. Dhe dua të citoj çik Tsiprasin, se në një intervistë që pati,
që thotë që po drejtojmë popujve të Europës, veçanërisht Europës Veriore, ne nuk kërkojmë më para nga ju. Parat që na keni dhënë gjithë këto vite nuk u shpenzuan për mirëqenien e popullit grek, u shpenzuan për të mbajtur gjallë bankat e falimentuara, në mënyrë që sistemi bankar, jo vetëm në Greqi, por në gjithë Europën, të mos shembej. I keni dhënë Greqisë parat toksike. Ka ardhur koha të gjejmë një zgjidhje për të mirën e përbashkët. Pra, gjithë kjo ideja e parave të dhëna për grekët që i hanë edhe vend buzuqeve, nuk e di se çfarë kanë qenë thjesht para, ashtu si në mbar Europën dhe në Amerikë, për të mbajtur gjallë pra sistemin e falimentuar tashmë bankar. Nga pikpamja ekonomike, sulmi që i bëjnë ekonomistët e Sirizës politikave, propozimeve pra të politikave europiane është kjo. Pra, propozimet janë dy, pra shtrëngimi për të zvogluar borxhin dhe ristrukturimi ekonomik që nuk kupton privatizime, fleksibiliteti i punëtorisë me radhë për të rritur konkurrencën. Nga ato që kanë ndodhur, ekonomistët argumentojnë se shtrëngimi kanë sjellë zvoglime e shpenzimeve të shtetit, taksa më të larta, duke ulur kërkesën. Pra nga pikpamja ekonomike është ulur kërkesa. Ristrukturimi nga ana tjetër ka sjellë kushte mizerabël të punës, ulje të pagave të punëtorëve, por e gjitha kjo pra nuk ka rezultuar në rritje të konkurrueshmërisë për shkak sepse Gjermania, siç thash, ka ndjekur politikën e mbajtjes së pagave të ulta të punëtorisë së tyre, kështu që nuk ka sjellë ndonjë përfitim kjo për Greqinë. Ndërkohë që siç thash sektori, shkatrimi i sektorit privat ka vështirësuar me edhe më vjeljen e taksave. Por në moment ndodhemi në momentin në cilin siç thash thuaj se gjithë ekonomistët e botës thonë që politikat e implementuara nga Europa nuk mund të shtyhen më. Por ama, s'duhet harruar fakti që Europa kërkon të përfitojë nga kriza, duke shtyrë më tej reforma neoliberale dhe jo të pranojë një politikë të shtetit social dhe të drejtat punëtorëve. Duhet të përmend këtu vetëm organikën e disa prej eksponentëve kryesorë të Sirizës, sepse një numër i madh i tyre vetë identifikohen hapur si marksist. Ministri i Energjetikës dhe Ambientit Panayotis Lafazanis, Ministri i Financave Yanis Varoufakis, ekonomisti kryesor që është ndërta John Milos, të gjithë ta pra vetë deklarohen marksist. Ndërkohë që figura të tjera me pozicione kyçe janë shprehur hapur për pozicionet e tyre radikalisht majtas, siç është Ministri i Zhvillimit, Turizmit dhe Transportit Yorgos Stathakis, ekonomistit Euklid Tsakalatos, Kostas Lapavicas, Ministri i Brendshëm Nikos Vucis, i cili në vitet 80 ka qenë kryetari i organizatës rinore të eurokomunistëve, që përmenda pak më parë. Megjithatë, me gjithë të përbërje, të gjithë ta pra këmbgulin se propozimi i tyre që do lexoj pak më pas, nuk është absolutisht një propozim radikal, as revolucionar, është një propozim në radhë parë arsyeshëm, në radhë dytë është një propozim keynesianizmi të butë e quajnë. Pra politikë social-demokrate e butë. Siç thot Yanis Varoufakis, propozojmë atë që duhet kish bërë çdo parti borgjeze, megjithëse s'e ka bërë. Atëherë programi 2014 është në radhë të parë dhe në mënyrë të panegociueshme është pikërisht anulimi i memorandumit dhe i masave që ai parashikon. Pra gjithë këto masat, të cilat kanë nënshkruar në vitin 2012 Papandreou dhe në vitin 2010 Papandreou, në 2012-ën Samaraj, pra në shkrimi i masave të shtrëngimit, e para punës do hidhen poshtë. E dyta, rinegocimi i borxhit. Për rinegocimin e borxhit, siç përmendën, nga 320 miliard të euro që janë borxh, Siriza do kërkoj anulimin e gjysmës së këtij borxhi, pra gjysmë për gjysmë. Ndërkohë thotë që FMN-s do ja kthejmë të gjithë borxhin, investitorëve privat gjithashtu do ja kthejmë të gjithë borxhin, kështu që problemi ngelet vendeve europiane dhe Bankës Qendrore Europiane pra. Për këtë, sidomos ky, nëse tentohet një politikë e tillë, padyshim, nëse aq më tepër nëse pranohet, padyshim që të gjitha vendet e periferisë të cilat e kanë pranuar politikën e shtrëngimit do thonë po dalë, po ne me fjalë edhe ne duam të anullohet borxhi, pse po vazhdojmë me këtë politikë. Për këtë arsye pra Siriza propozon një konferencë pan-europiane siç e quajnë, në cilën shpreson të gjej mbështetjen sidomos të Podemosit në Spanjë dhe të Di Linkes pra të kraut të së majtës pra në Gjermani.
Gjithashtu kërkon ngritjen e një komisioni ndërkombëtar për auditin ose për vlerësimin e borxhit, për të parë se ç'pjesë e këtij borxhi ka shkuar realisht, si më thënë, për pensionet, për pagat e merra dhe merra, dhe ç'pjesë tjetër ka shkuar dom për bankat. Dhe në kujtesë rikthen konferencën që u bë për Gjermaninë e pas luftës në vitin 1953. Gjermania pra hitleriane kishte akumuluar një borxh prej 200% të GDP-së së vet, dhe në konferencën e vitit 53, nga të gjithë vendet anëtare aty Amerika me radhë, u vendosi t'i falej borxhi deri në masën 30% pra të GDP-së. Dhe ajo që shpreh si Cipras si edhe Europa, thotë me ç'kusht moral na imponon Gjermania në këtë situatë, kur për veten në 53 borxhi i vet kaloi nga 200% vajti në 30%. Nga ana tjetër, pjesa e mbetur, pra 50% që i mbetur i borxhit, mund të rikthehet sipas Syrizës vetëm nëpërmjet një strategjie të rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Politika i quhet e buxheteve të balancuara, që do të thotë se shtrirja e borxhit në kohë zgjate do jetë pa kufizuar dhe do përcaktohet vetëm nga ritmi ekonomik. Domethënë, nëse Greqia ka arritje ekonomike, atëherë pak nga pak do filloj të shlyej gjysmën e borxhit siç pretendon. Pra nëse s'ka arritje ekonomike, nuk do paguajë gjë. Pra kjo është marrëveshja që propozon Syriza. Nga ana tjetër, argumenton dhe thotë se nëpërmjet përgjysmimit të borxhit, ekonomia do dilte në suficit, do investonte në infrastrukturë, në industri, në turizëm, në rritje pagash, domethënë do rriteshin pagat, pra do sillte një rritje dhe një zhvillim ekonomik. Dhe e fundit fare që lexova nga ajo që kishte postuar Maria sot në Facebook, Greqia kërkon dëmshpërblim nga Gjermania për kohën e luftës. Për krimet që janë bërë në kohën e luftës dhe për faktin se në 43, në 44 mos gaboj, Gjermania ka marrë nga banka greke rreth 476 milion marka. I ka marrë pra dhe nuk i ka kthyer si. Kjo që pika e dytë sa i përket pra rinegocimit të borxhit. Pika e tretë lidhet me krizën humanitare, sipas tyre do kushtojë 2 milion euro. Bëhet fjalë, dhe është interesante edhe për situatën tonë, bëhet fjalë për energji falas. 2 miliardë euro. Bëhet fjalë për energji falas për 300.000 familje greke, të cilat shpenzojnë nën 300 kWh, që incidentalisht pra është ajo fasha që ka hequr Edi Rama. Ushqim falas për 300.000 familje greke, të cilat siç thash ndodhen në nivelin e varfërisë. 30.000 apartamente të reja për të pastrehët, shëndetësi dhe ilaçe falas për të papunët dhe të pasiguruarit, rritje e pensioneve deri në 700 euro. Nga ana tjetër, propozimi që ka Syriza për zhvillimin ekonomik, rritje e pagës minimale nga kjo aktualja të paktën në 750 euro, heqje taksës mbi pronën, ajo që përmenda pak më parë, me përjashtim të banesave luksoze, ristrukturim bankar, pra shtetëzim dhe heqje pronësie bankave, për arsye se është pikërisht faji bankave për gjithë të krizë që është shkaktuar, ndihmë në pagesën e kredive dhe të qirave të personave në nevojë, synim drejt një ekonomie prodhuese, pra të prodhimit vendas dhe të turizmit. Gjithashtu taksimi kishës i pronarëve të trageteve që përbëjnë pjesë të madhe të ekonomisë të industrisë, dhe taksim deri në 75% të ardhurave mbi 500.000 euro. Në lidhje me punësimin, të drejta në punë, pra rikthimi i gjitha drejtave të punëtorëve, përfshi kontratë kolektive, sigurimi i vendit punës, 300.000 vende të reja pune në sektorin publik dhe privat do hapen, zgjerimi i ndihmës sociale për të papunët dhe prioritet për punësim kanë të rinjt dhe të papunët mbi moshën 55 vjeç. Sa i përket ajo që quhet zgjerimi i demokracisë, institucionet do implementohen pra institucionet të ashtu quartë të demokracisë direkte, do ketë transparencë dhe autonomi ekonomike në rang lokal, pjesëmarrje qytetare në vendimarrje nëpërmjet iniciativave legjislative popullore dhe mundësisë për referendum popullor, si dhe rregullimi i radio-televizionit, se siç përmenda pak më parë, pra shumë prej mediave janë biznese në vetvete të falimentuara, por në duar spekulantësh të cilat i shfrytëzojnë pra sipas interesave të tyre, dhe kryesore është rihapja e televizionit publik erti, pra që u mbyll.
dua të lexoj vetëm sepse ky është programi pra që propozon Siriza, po gjithsesi dilema të cilës do t'i kthejmë pak më vonë drejt fundit, është që po ç'ndodh nëse Europa thotë jo. Dhe dua të lexoj vetëm një përgjigje që jep një prej aktivistëve më të rinj pra të Sirizës, që mua më bëri përshtypje, që Nashos Iliopoulos. Thotë, e refuzoi dilemën se Greqia duhet të zgjedhë mes euros dhe drakmis. Dilema e vërtetë është brenda vetë krizës. Ose mbështetet forca shoqërore dhe rinia, ose mbështeten interesat e korporatave dhe bankave. Duhet një strategji e cila shtron problemin e vërtet, kush do paguajë për krizën. E para punës ne kemi paguar miliarda për bankat, prandaj ato duhet të shtetëzohen. E dyta, ne nuk mund të paguajmë borxhin e krijuar me përjashtim të asaj pjese që ka shkuar për pensionet. E treta, duhet të anulojmë reformat neoliberale të tregut të punës, fleksibiliteti i krahut të punës. E gjitha kjo pra të le të kuptosh se çështja nuk është vetëm borxhi, por kthimi i një krize në mundësi përfitimi për pronarët. Nga propozimi i Sirizës, po arrin drejt fundit, dua të përmend pak qëndrimin e Gjermanisë në gjithë kësaj situate. Fakti është që në Bashkimin Evropian pra mbizotëron ideologjia neoliberale e tregjeve të lira, ashtu siç thon vetë ekonomistët e Sirizës, të cilët janë pedagogë universitetesh nëpër Europë, në Angli e me radhë, në universitete është zhdukur thuajse tërësisht tradita e asaj që quhet ekonomi politike. Pra, nuk merret më njëri me pasojat ose zhvillimet që ka ekonomia në shoqëri, po merret thjesht me po themi ekuacione matematikore, të cilat në një farë mënyrë vërtetojnë nga pikpamja vetëm matematikore, ama si të thënë politikat ekonomike që aplikohen me pasoja shumë të mëdha. Nga ana tjetër është vendosur ideologjia që borxhet shihen si përgjegjësi vetëm e huamarrësit, që do thotë se huadhënsi pavarësisht nëse është ose jo në dieni të borxhit që jep për mundësinë që ka huamarrësi të kthimit të këtij borxhi, gjithsesi përgjegjësia është vetëm e huamarrësit, domethënë. Po s'doje le mos ta merrje. Pavarësisht se unë jam në dieni që ti s'jen i aftë ta shlyesh këtë borxh. Po ama duke qenë i paaftë për ta shlyer këtë borxh, vihemi në pozita pra dominuese ndaj të dominuarit. Dua të citoj disa prej deklaratave të europiane, po edhe të grekëve, në zgjedhjet e 2012-s dhe para zgjedhjeve të 2012 dhe para zgjedhjeve të 2014. Në 2012 kreu i Bankës së Greqisë thoshte se ekonomia do pësojë dëme të pariparueshme nëse ndryshohet drejtimi. Ministri i rendit publik thoshte në lidhje me emigrantët se vendin po e merr lumi, ky është pushtimi më i madh që kur dorianët hynë në Greqi para 4000 vjetësh. Ministri gjerman i financave shpreh se Greqia do mbajë përgjegjësi për ata që zgjedh. Dhe Sirizën e quajti demagogët. François Hollande i Francës tha se nëse krijohet përshtypja se grekët duan të largohen nga përgjegjësitë që kanë marrë, do ketë vendet e eurozonës që do duan largimin e Greqisë nga eurozona. Ministri austriak e financave tha se Greqia nuk do marrë mendime ekonomike nëse zgjedhjet rezultojnë me një qeveri që refuzon të përmbajë memorandumit. Instituti Ndërkombëtar i Financave, që është instituti më i madh, tha se një koalicion i demokracisë së re me PASOK-un është i nevojshëm, por ndryshe duhet instaluar një qeveri teknokratësh. Revista Financial Times Deutschland tha se i rezistoni demagogjisë së Sirizës dhe votoni demokracinë e re. Dhe Bildi shkruante të dashur grek, mos bëni gabim në këtë moment. Ju mund të votoni çdo klon të së majtës as së djathës, nëse nuk doni miliardat e Gjermanisë. Zgjedhja juaj është ajo mes shëndetit të dhimbshëm ose marrjes fund. Dhe interesant është përdorimi i shprehjes shëndetit të dhimbshëm që kryeministri ton e ka për çdo reformë që na dhëm. Në 2014, para zgjedhjeve, Siriza, domethënë fakti që të gjitha këto deklarata patën efektin e kundërt të votuesit, se u kuptua qartë që ishin politikat e jashtme të cilat u imponoheshin zgjedhjeve të supozuara demokratike të Greqisë, Siriza u shpreh se kësaj radhe Europa nuk do na bëj nderin që na bëri në e kaluar duke na sulmuar drejt për së drejti. Megjithatë, Samarasi u shpreh në këtë mënyrë që terrori që po shkaktojnë Siriza flet vet, po përpiqen të ndërpresin përparimin e vendit me kërcënimin e zgjedhjeve të parakoshme, fliste për zgjedhjet tani që u bën. Dhe interesante është fjalia që thotë qytetarët nuk duan zgjedhje dhe tregjet nuk duan zgjedhje. Pra trajtimi i tregjeve si po themi individ të cilat kanë vullnet për të vendosur se duan apo s'duan zgjedhje.
Venizelosi, kryetari i PASOK, thotë se gjithçka varet në fije të perit dhe nëse këputet do na çojë deri katastrofës më absolute. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker thotë se nuk do doja që të fitonin forcat ekstremiste, preferoj të shoh fytyrat e njohura në qeveri. Ndërkohë i Der Spiegel nxori, si më thën këto me fjalë informacione të rrjedhura që quhen leaks, me fjalë, se Merkel kishte biseduar brenda partisë dhe kishte thënë që nëse fiton Syriza, atëherë është e sigurt që Greqia do largohet. Por këto nuk ishin deklarata të hapura të Merkelit, por edhe një herë ishin sikur informacioni marrë nga brenda. Me pak fjalë mund themi se mes Greqisë dhe Gjermanisë tani më herë ka kohë që ka filluar një farë loje pokeri, si më thon, sepse Brukseli pretendon këtë gjë, që situata tani më është e ndryshme nga viti 2012. Pra dalja e Greqisë nga Eurozona nuk do shkaktoj këtë efektin domino që do shkaktonte në 2012-ën, kur pozita ishte shumë delikate e Eurozonës. Tani pas eksperiencës së pati, pra janë marrë masat të cilat do ta mundsonin stabilitetin e Eurozonës edhe me daljen e Greqisë. Ndërkohë, disa prej tyre mendojnë se dalja e Greqisë është e nevojshme dhe domosdoshme. Jo vetëm për pozitën e vështirë ekonomike në Greqia, por edhe për të bërë si shembull në sy të gjithë vendeve të tjera europiane. Pra. Nga ana tjetër, supozohet se fondet e Eurozonës që përdoren për të dhënë borxh nuk janë të mjaftueshme për të ndjekur një politikë zhvillimore në Europë, pra, siç pretendon Syriza. Pozita e Syrizës është ajo që thotë se në rast daljeje e para e punës, efekti domino nuk është eliminuar tërësisht. E dyta, Banka Qendrore Europiane, nëse ne dalim, do ketë një faturë të madhe, pra gjithë borxhin ton do t'i kalojë Bankës Qendrore Europiane, e cila do duhet ta shlyejë me kreditorët e saj, pozitën në të cilën banka do ta vendos veten. Dhe i më shumë faktit, si më thënë, këmbgulët e faktit që dalja e Greqisë nga Eurozona do shkaktonte këtë panikun e gjithë këtyre vendeve, si Portugalia e Irlanda me radhë, që do shkojnë në banka do të tërhiqin lekët. Pra. Por nga ana tjetër, një prej ekonomistëve grek, pra Lapavicës, thotë këtë gjë që ne duke i propozuar këtë program Europës, jemi në pozita në cilët i propozojmë pra një transformim kështu radikal, komplet. Atëherë çfarë ndodh nëse Europa thotë jo, s'bëhet kjo më bet, atëherë do të dilni jashtë. Dhe Lapavica thotë nëse ai nuk e beson dhe Syriza nuk e beson se kjo do ndodhi, por nëse kjo do ndodhi, atëherë përsëri do të kthejmë syt nga populli dhe do themi kjo është pozita në cilën ndodhemi, atëherë çfarë do bëjmë? Dalim ose jo nga kriza. Dua të përmend tani pak kritikën që i bëhet Syrizës nga e majta radikale me në krye Partinë Komuniste. Duke qenë dhe fakti që Syriza siç e keni dëgjuar, koalicionin që bëri me një prej fraksioneve partive, pra të fraksionit të djathtë, që është ky Aneli. Arsyeja pse e bëri me këtë është sepse nga gjithë partitë e parlamentit grek, vetëm 3 kanë kundërshtuar hapur memorandumin. Këto janë Agimi Art, Aneli dhe Partia Komuniste. Kukueja pra. Tani Partia Komuniste pozicionin e vet e ka fare të qartë dhe thotë ne nuk do bëjmë asnjëherë koalicion me Syrizën, pra ai kosa këta tentojnë të qëndrojnë brenda Bashkimit Evropian pra. Me Agimin e ardhë normal që s'do bëj koalicion, kështu që janë këta të Anelit të cilit kanë dalë kundra, megjithatë në qëndrimin e tyre të djathtë, po themi, nuk është se janë krejt ekstremist, po themi. Pra kritika që i bëhet, kryesisht kritika që i bëhet Syrizës, qoftë nga ana e KKUE-s, qoftë nga partitë të cilat janë jashtë parlamentare, qoftë po themi edhe nga fraksionet anarkiste, është kjo se pak a shumë në të njëjtat linja me versionin e historisë, po themi, që japin europianët. Pra ata thonë, struktura e Bashkimit Evropian është e tillë, është e ngjizur në të tillë mënyrë, sa Syriza nuk ka absolutisht asnjë shans që të tentojë që ta ndryshojë këtë strukturë. Kjo është struktura e cila bazohet mbi ideologjinë neoliberale dhe as që bëhet fjalë që një vend i vogël si Greqia pra të tentojë të synojë pra të bëjë të tilla gjëra. Pra, pozita në të cilën ndodhet Syriza është kjo. Syriza shpreson se do ketë mbështetjen e fraksionet të tjera të majta, siç thash Podemos dhe Dielinke. Po ndërkohë, fraksioni i majt thotë se po harrojmë se në zgjedhjet e majit të 2014-s, zgjedhjet europiane, pra parlamentare,
nuk ishte fraksioni i majtë që dominoi në Europë, ishte fraksioni i djathtë. Ishte fuqimisht fraksioni i djathtë. Që në Francë me atë Frontin Nacional, në Holland, në Norvegji, mos gaboj, e në gjitha këto vende të tjera. Pra është një përparim që ka marrë djathta në Angli sidomos kundrejt të majtës, kështu që shpresa e Syrizës që të mbështetet te fraksionet e majta është e pabazuar. Dhe problemi kryesor është fakti se nëse dështon Syriza, nuk është thjesht fakti që dështoi Syriza dhe do ikë nga pushteti. Problemi është se ky do quhet dështimi i gjithë së majtës. Dhe çfarë quhet dështim? Quhet këtë daljen nga eurozona në mënyrë siç quhet të njëanshme. Pra nëse nuk tentohet, pra sipas këtyre duhet tentuar që të bëhet një dalje e kontrolluar e Syrizës nga Europa. Pra në bashkëpunim me vendet e tjera europiane. Që do thotë që Syriza ose Greqia pranon që të dali, po me kusht që kjo dalje të jetë e subvencionuar në një farë mënyrë, e kontrolluar, që edhe Europa të mos pasojë këtë efektin domino, po edhe Greqia mos ndodhet në një situatë pra ku të nesërmen zgjohet dhe nuk ka për të paguar pensionet, dhe nuk ka për të paguar rrogat dhe pagat. Dhe problemi kryesor në shoqërinë që jetojmë është fakti se nuk mund të aplikojë asnjë politikë që mund të quhet radikale të taksimit të pasurve. Sepse gjithë asetet e pasura kanë shkuar në Europë, në bankat zviceriane, bankat e Londrës e me radhë. Kështu që nuk e ka këtë fuqi. Nga ana tjetër, klasa e mesme greke është thuajse shuar fare. Dhe aspekti i fundit është që të cilën e pranojnë vetë edhe Syriza, është fakti që vetëm rreth 30% e votuesve të Syrizës janë pjesë, po themi, integrale aktive e partisë, po jo thjesht të partisë si koalicion, po të partisë do të them e shtrirë edhe në këto lëvizjet jashtë parlamentare, domethënë vetëm 30% e saj. Pra baza e partisë nuk është as klasa punëtore dhe nuk janë as si në rastin e Podemosit për shembull, e cila është një parti e cila u ngjiz nga gjithë ato revoltat masive popullore dhe baza e tij, asambledhra popullore, janë ato që në një farë mënyrë imponojnë politikat Podemos. Në rastin e Syrizës kjo s'është e vërtetë. Siç thash, fillimisht ka qenë kjo mbështetje e qarqeve akademike, e cila tani është transformuar në një mbështetje të gjithë asaj pjesë të shoqërisë greke, të cilët veten e gjen të pashpres, të cilët deri dje votonin pasokun, dhe që sot vendosën të votojnë Syrizën. Po duke mos pasur një bazë të fuqishme nga poshtë, në kuptohen e parë punës faktin që një pjesë e mirë e votuesve të tyre nuk e ndajnë të njëjtën ideologji me Syrizën, dhe e dyta, që ditën e nesërme rreth 50% votuesve mund të shkojnë nga krau tjetër, po mund të zgjedhin të votojnë dikë tjetër. Dhe ky është problemi i madh, siç thash, jo vetëm për Syrizën se ikën nga pushteti, por është problemi i madh për kredibilitetin që do ketë majta në tërësi në Greqi dhe sidomos në Europë. Një dështim i Syrizës nuk kupton probleme edhe për Podemosin, probleme edhe për Djelinkën, që merret shembulli negativ pra. Ndërkohë që në rast suksesi, sigurisht pra, ecet drejt konsolidimit të pozitave të majtës, po them. Po e mbyll sa u zgjata shumë sa vajte. Okej. Po e mbyll duke përmendur, si më thën, qasjen e ekonomistëve të Syrizës kundrejt marrëdhënieve që kanë me Europën. Të gjithë janë përgatitur për një luftë psikologjike, siç e quajnë. Megjithatë, linja kryesore ose zyrtare e Athinës ose e Syrizës është kjo që Europa nuk do guxojë të na nxjerrë jashtë. Megjithse për një pjesë të mirë të ekonomisë, edhe dalja e Greqisë nga Europa, qoftë kjo dalje edhe e njëanshme, shihet si një mënyrë për të rifilluar dhe për të ringritur zhvillimin ekonomik, padyshim thonë që në fillimisht do ketë vështirësi, por gradualisht pra do rimëkëmbet ekonomia dhe është një hap i domosdoshëm dalja, siç janë ekonomistë të rangut të Stiglitz, pra të këtyre të tjerë, pra të Piketit, të cilët janë ekonomistë me emër në arenën ndërkombëtare sa i përket socialdemokracisë, pra qasës tyre socialdemokrate. Sipas Syrizës mendojnë se lufta e cila do kryejë Europa ndaj Greqisë do ketë dy aspekte. Ose mund të marrë dy lloj, mund të ndjek dy strategji. E para do jetë një luftë direkte, pra,
që në takimin e parë luftë frontale, e cila i imponon kushtet e saj Europa dhe thot po si bëre këto do dalësh që nesër. Por ajo që ka më shumë mundësi të ndodhi sipas analizave të Syrizës është që lufta mos jetë frontale, po të jetë gjithmonë tendenca për ta korruptuar, si më thon Syrizën. Dhe çdo thot për ta korruptuar do thotë që tendenca për ta kthyer në një parti të llojit të pasokut, pra, e cila e pranon memorandumin, bën sikur bën negociata dhe bën sikur ka arritur një fitore në negociata, por që gjithsesi në fund të fundit pra i nënshtrohet të njëjtës politik dhe të njëjtit vullnet. Dhe sipas tyre është një sfidë e hapur për gjithë partinë pra, e cila i ka hyrë kësaj sfide, por që gjithsesi, siç shprehet edhe ekonomisti marksist që thash John Milius, lufta e klasës sot është kudo, madje edhe brenda vetë partisë. Krejt shumë maoiste, si thoni. Prandaj thot na duhet përpjekje e mbështetja e klasës punëtore thot për të shtyrë përpara pra qëndrimin ton dhe për të mos u lëkundur. Sqarimi që jep më pas Varoufakis, ministri i ri i financave që ka bërë bujë domethënë sepse është ky i cili do negociojë me Europën. Thotë që Syriza ndodhej domethënë në marrëdhënie me Europën ndodhej para dy zgjedhjeje. E para ishte që të kërkonte daljen e Greqisë nga Europa. Kjo ishte një zgjedhje thotë e cila padyshim do t'i konsolidonte pozitat brenda partisë, domethënë do rriste kohezionin brenda partisë. Por ama nga ana tjetër ishte një zgjedhje të cilën si më thënë qytetarët e Greqisë nuk e kërkonin. Dhe në bazë të sondazheve që janë bërë, 75% të tyre kërkojnë të vazhdojnë të qëndrojnë brenda eurozonës. Kështu që thotë partia jonë zgjodhi opsionin më të vështirë, atë pra të qëndrimit brenda Europës, por e vetmja mundësi për të mbijetuar brenda Europës me ideologjinë dhe me strategjinë që kemi ne, është që të transformojmë Europën. Nëse se transformojmë Europën, davan e kemi të humbur. Siç thotë edhe vetë Tsiprasi, unë nuk e konsideroj thotë sikur jemi Greqia përballë Gjermanisë, ose sikur po luajmë futboll Gjermania dhe Greqi. Po të shoh Gjermaninë dhe Greqinë, jam 90% do ta hedh bastin për Gjermaninë thotë. Nuk është kjo situata. Situata është që Greqia po vjen me një propozim për transformimin radikal të Europës, të mënyrës së funksionimit të Bashkimit Evropian dhe shpreson jashtëzakonisht shumë të mbështetja e vendeve të tjera europiane. Varoufakis bën një analogji edhe një herë me Amerikën e depresionit të madh të viteve 30 dhe thot nuk ekziston kriza greke thot. Kur më pyesin se çfarë do bëjmë për krizën greke, them që ne s'mund të bëjmë absolutisht asgjë. Kjo është krizë europiane dhe çështja është që duhet zgjidhur në rang europian. Është njësoj thot sikur në vitin 30 të depresionit të madh të shkojë dhe të thuaj si do ja bëjmë për të nxjerrë nga kriza Ohio. Ç'mund të bëjë Ohio për të dalë nga kriza? Normalisht Ohio s'mund të bëjë asgjë për të dalë nga kriza. O del e gjithë Amerika, ose del fare. Dhe njëta pozitë është për Greqinë dhe për mbar Evropën. Sigurisht këto gjithë problemet që përmenda, e taksimit të pasurve, me radhë. Nga ana tjetër mund të ndërpritet ky likuiditeti që quhet pra i parave që vjen nga Banka Qendrore Evropiane drejt bankave greke, duke shkaktuar një krizë të re bankare, pra të gjitha këto janë hapa të cilat mund t'i ndërmarrë Europa në dëm dhe në kurrizë të Greqisë. Po siç thash, e vetmja shpresë e Syrizës është të kthejë syt nga populli dhe thotë tani çfarë të bëjmë. Dhe e fundit sipas me një fjalë, karta e fundit në dorën e Syrizës sipas Varoufakis është pikërisht mundësia që ka Greqia për të votuar në këtë që quhet Këshilli Evropian. Pra, thotë, nëse Londra mund ta përdori fuqinë e vet për të votuar kundra në Këshillin Evropian për të mbrojtur interesat e elitave bankare, atëherë Athina këtë duhet ta bëjë thotë për të mbrojtur interesat e popullit vet. Dhe sipas tij një lëvizje e tillë është mjaftueshëm e fuqishme, pra vota në Këshillin Evropian, është mjaftueshëm e fuqishme për të rinisur një debat mbar evropian, të cilët ky shpreson të bashkojnë pra liderët e Italisë, të Francës, të Spanjës e me radhë brenda Këshillit Evropian. Varoufakis ka në propozimin që ka bërë ai vetë me disa ekonomistë të tjerë në lidhje me mënyrën e ndryshimit të kursit të Europës,
e ka përmbledhur fare thjesht në 3 pika, të cilat unë nuk jam në gjendje domethënë ty hyj dhe ti zhbirriloj nga pikpamja ekonomike si duhet, por që po i përmend. Këto janë 3 pikat që duhet të ndërmarr, 3 hapa që duhet të ndërmarrë Europa. Të bashkojë sektorin bankar evropian dhe të vëj kontrollin mbi bankat, të cilat ai quhen se kanë shkaktuar krizën. Të centralizoj borxhin evropian nëpërmjet Bankës Qendrore Evropiane, me centralizim të borxhit nuk kupton që nuk ka më borxh të Greqisë, nuk ka më borxh të Portugalisë, por ka një borxh të Europës. Dhe si të tillë duhet ngritur një strategji për shlyerjen e këtij borxhi, gjithashtu dhe për auditimin e tij, pra për të parë se sa është i vlefshëm në rang evropian. Dhe treta, të përdor Bankën Evropiane të Investimeve, depozitat pra të kësaj banke, të cilat janë të ngurësuara për momentin, por t'i përdor për investime produktive në vendet e periferisë. Paga shumë ai mekanizmi i rishpërndarjes pra të pasurisë, po në mënyrë investimi, pra jo thjesht dhënie të parave, po investim të pasurisë, ky mekanizmi i rishpërndarjes së pasurisë globale që Varoufakis i përmendi në fillim. Që përmenda unë domethënë në fillim të prezantimit. Dhe për ta mbyllur fare, Varoufakis thotë se Syriza ka një mundësi për të transformuar Greqinë dhe për të transformuar gjithë drejtimin e Europës. Është një mundësi historike, thotë, por që e bën udhëtimin e Odiseut të duket si një shëtitje në park. Unë po e lë me kaq, më thënë. Kjo është situata. Nuk e di tani për shembull se çfarë si mendoni ose çfarë ndikimesh mund të ketë për sa kohë që flisim që mund një shprehje të salugjive të mi që punojnë akoma në Greqi dhe unë kam paga të mira, marrin mbi 2000 ca euro dhe po më thonë që praktikisht Greqia nuk është në krizë sepse grekët nuk kanë para që shpenzojnë për qefi ose s'kan para për ngërmë. Në faktin këtë ngjan ne nga pjesa jonë. Aty shpreh që ka mensa për të varfët, normalisht do ketë shtresë të varfër, por kjo që kanë një pjesë shumë e vogël. Okay, po sipas shifrave është 1/3 e popullsisë që jeton nën atë normën e produkti i kësaj krize, domethënë për shkak të kësaj krize ne u kthyem këtu, zgjem këtu. E ke këtu domethënë shembullin. Redi flasim edhe për shembull për rrogën, rroga bazës nuk është 600, si thonë, është akoma poshtë, ka 410 baza. Ku do shkojmë më? S'ka ku vetëm. Me sa lexova unë ditën e hënë do i rikthehet 751 euro rroga bazë në Greqi. Sipas deklaratave të Cipras. Siç tha ai. Tani un jam kurioze vetëm për një gjë, domethënë. Meqë se ti e ke lexuar. Kam dëgjuar një intervistë në Komisionin Evropian ku një nga gazetarët grek pyeti antarësimi i një shteti në Bashkimin Evropian, a është e mundur domethënë që të dalë ai shtet, të nxirret më saktë. Përgjegjësia e raporteve me Bashkimin Evropian tha se ne nuk mbështetemi në thashë theme, megjithatë nëse një shtet antarësohet në Bashkimin Evropian, atëherë ai nuk ka shanse të dëbohet, ta them kështu me këtë term. Do të thënë vetëm në rast se ai kërkon vetë të largohet, atëherë është e mundur. Do të thënë ky impon presionin, ta them, që do të nxjerrim ose që Merkel thotë nëpër korridore se Greqia do largohet nga BE. Po, faktikisht pavarësisht nëse ekziston kjo baza legjislative për përjashtimin e një vendi nga Bashkimi Evropian, mund të krijohen kushte të tilla, si për shembull ndërprerja e likuiditetit, hapa të ndryshme me fjalë, të cilat praktikisht e pamundsojnë qendresën në Bashkimin Evropian dhe e bëjnë të detyrueshme daljen, sepse nëpërmjet daljes ndodh kjo që quhet deflacioni i monedhës, kthimi në dhramit, domethënë që në një farë mënyrë shkakton shumë pasoja, të cilat s'është nuk është se i di në detaje nga pikpamja ekonomike, por që në një farë mënyrë mundson rrimëkëmbjen e ekonomisë dhe një herë nga e para, dhe për një pjesë të madhe të ekonomistëve brenda Sirizës, përfshi edhe këtë Lapavicas, me fjalë, në një farë mënyrë u humb shansi i madh në 2012. Ai thotë duhet kishim dalë në 2012 një herë mirë domethënë. Gjithsesi situata tani është gjithsesi prapë e lëkundur. Që ndodhë që Greqia më thotë shumë në të markum që nëse paguajmë borxhin që ka Europë, sepse praktikisht që ka borxhi jo, po që ka borxhi gjithë Europë, ne nuk kemi para të kohë.
pjesë e borxheve të bankave. Duke qenë tillë, ta nuk e njohin. I thotë kjo, Syriza thotë që ne nuk i paguajmë më para të Europës. Para toksike, siç e quajnë. Europa ka ndjekur politika neoliberale deri tani, kështu që do kemi një luftë shumë të ashpër midis dy palëve, shumë të mendoj unë. Domethënë do përballet një radikalizëm i majt, mu themi kështu në thonjë, sepse nuk e dim se ç'përfaqëson Syriza tamam, domethënë. Dhe nga pala vjetë do kemi një politik, do kemi vazhdimsinë e politikave neoliberale të Europës. Kështu që nuk e di kush do të humsi nga kjo, besoj se Syriza do të humsi. Ta nuk e lë stafetën. Redi, mund të them një fjalë? Jam çik pesimist për këtë. Bot me radhë, flet njëri, përgjigje tre. Ose më falë, si themi, Syriza do ta përballoj nivelin e investimit që kërkohet në vend për pensione, për çoj investim, për rrogat, pagat e administratës, investimet publike, gjithçka në ekonomi. Nëse ajo nuk pranon të shlyejë borxhin. Është një lloj si një familje që nuk pranon të shlyejë kredin, pa do ketë lek Syriza të mbaj familjarët në bukë. Kjo është çështja, sipas tyre. E para punës tonë që neve nuk do na detyrojnë të dalim nga Bashkimi Evropian, sipas tyre, sepse do ketë pasojë edhe për vetë Bashkimin Evropian. Dhe dyta, ne thot nuk mund të jemi ne përballë Bashkimit Evropian. Ne thjesht shtrojmë çështjen dhe shpresojmë të mbështetja e shumë kujt tjetër, e gjithë vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Shpresojmë të flasi Franca, Italia, Spanja, një tjetër. Se po të jetë në pozitën e Greqisë kundër Bashkimit Evropian, davaja është e humbur domethënë, normalisht. Nuk supozohet që mund të qëndroj brenda BE-s dhe gjithsesi të mbijetoj. Do jetë në një pozitë që, do thotë, ka marrë një pikë që do detyrohem të dal. Po me dalje ndodhin gjëra padyshim të paparashikueshme nga pikpamja ekonomike, domethënë. Dhe nuk i dihet se ç'masa do ndërmerren, qoftë në dëm të demokracisë, qoftë nga pikpamja ekonomike për pasojat që do ketë në popullsi, domethënë. Kjo është situatë shumë delikate, po që këta shpresojnë se do gjejnë mbështetjen e Europës. Përndryshe. Jani, një profesor Edin për prezantimin. Tema është shumë interesante për mua, por dhe shumë ndërlikuar në kuptimin. Sidomos për mua një që s'kam qenë kur nga që ndoshta nga disa pjesëtarë të tjerë që ose e njohin realitetin atje. Shumë prapë është interesant. Më tepër mua do më pëlqente që të orientonin debatin drejt Shqipërisë në fakt, se sa drejt Greqisë. Po ky është thjesht opinion personal, sepse për Greqinë këtu ne mund kemi fantazi shumë të ndryshme, më përmend më herët, ose të më herët gjatë viteve falimentimi i një shteti. Për mua është e padëgjuar në kuptimin po. Edhe është çfarë thon falimentimi i një shteti, nuk e di kush, nëse mund të përgjigjet dikush më vonë. Po, në lidhje me Shqipërinë shumë dhe Greqinë, shumë vetëm GDP-ja e Greqisë është 272 tani dhe bëjnë krahasim. E kisha këtë ide që ishte disa fish më madhe se Shqipërisë, është 270 miliard dollar GDP. E Greqisë e Shqipërisë është 8.4, 32 miliard dollar dhe raporti është 8.4 herë. Është më lart GDP-ja e Greqisë në raport me Shqipërinë, ndërkohë që popullsimi i tij që është gati 3 herë më madh, ndërkohë Redi jam kurioz sa përqind votuan e grekëve kësaj herë. Pa se di, nuk e di. 62%. Ndërkohë u përmend gjatë ligjërimit kjo supa e famshme, nuk ishte modeste, duhet ishte 300.000. Ndërkohë kemi shumë shqiptarë në Greqi, në Shqipëri pastaj në herë ishte që të shojnë pyetën, kush më i varë për sot, është shqiptar për një Grekë, e kam si kuriozitet parë të shifrat. Pastaj nëse flasim për Shqipërinë më vonë, a jemi dhe ne në të njëjtën situatë apo jemi më keq? Çfarë na mban ne në një farë ekuilibri? Jam pyetje, ndoshta që vlen diskutohet. Se gjë shumë dakord dhe shumë pak do të thosë. Kjo tema është gjë interesante. Interesante është që ju në një ditë ligjërimit flitet për Europën, po në fakt nuk flitet për Europën, flitet për Gjermaninë, për shumë. Ndoshta nga bashkë me Gjermaninë nuk e di kush mund të jetë tjetër. Francë, Çika, Gjermania. Britania e Madhe, apo është vetëm Gjermania. Do të kemi arritur një koncept të Europës që bëhet fjalë vetëm për Gjermaninë. Politika ti imponon Gjermania.
Bie shumë dakord me atë që një dështimi i Sirizës do të që mbetim një majtë që vjen. Personalisht këtë kam një frikë madhe, nëse dështon nuk ketë problem për gjithë majtën përgjithësi në Europë. Tjetër është problemi i fashizmit që nëse dështon Siriza nuk ketë lirje për të shuar. Nuk bëhet fjalë edhe për një variant kështu të grushit shtetit që ndodhi në 60 san. Në fjalë, mendohet që pse jo mos ndodh, sepse kur shifet që një pjesë e mirë e ushtrisë dhe një pjesë e mirë e policisë votojnë agimin e artë. Apo. Dhe fundet, jo se është egoiste, kemi shumë shqiptarë aty. Ndoshta një pjesë nga kjo krizë janë kthyer. Nga 200.000 dëgjojnë, nga 200.000. Nëse aty ndodh përkeqësohet gjendja, çfarë do ndodhi me shqiptarët e tjerë? Kolaps. A do vinë ata këtu? Dhe pastaj më thënë kaq komplekt e ndërlikuar në rrugët sa Unë nuk besoj personalisht që do ndikoj shumë tek e majta kjo, nëse cifra për shembull nuk gjen rrugdalje, sepse e majta tash i ftohet për të nxjerrë atë gjarpin nga, si thonë, ka një shprehje që nxjerr gjarpin nga faka, si thonë asaj. Po pra. Domethënë këta tash kanë ardhur për stabilizuar gjendën, nuk kanë ardhur tash që ta prisin. Kështu që nuk e shoh domethënë. Problemi është gjithmonë me pjesën shoqërisë që është e lëkundur. Se ata që janë me të majtë gjithsesi, po problemi është që nëse shembulli i Sirizës bëhet shembull për të ndjekur, atëre merr hov, domethënë, dhe mbështetje të madhe. Po ata kanë ardhur për të rregulluar atë që kanë prishur djathtë, domethënë. Kështu i bie. Çfarë ndikimi do ketë? Ai sa të mundën do bëjnë. Nëse s'bëjnë, atëre E ky është fati tragjik i të majtës, por herë vjen në rregulluar. Gjithmonë vjen për rregulluar të bëhet po, ashtu që atë që bëjmë me djathtë. Po doja të bëja një pyetje më që edhe Jani sa ta shqiptarizojmë çik këtë idenë e Sirizës. Si e komenton ose si e lexon ti këtë faktin se me ardhen e saj në pushtet asnjë forcë politike në vend, këtë klasa politike heshti nuk mbajti qendrim, se po ta shohim fitoria e Sirizës, ardhja e saj në pushtet nuk është thjesht ardhja e një partie të rëndom, siç kemi pa gjatë 20 viteve të fundit që vinë për me ngushtu rripa, por tregon edhe për mua si individ, por edhe për një pjesë shoqërisë tregon se ka dhe rrugë tjetër. Për te kësaj rrugës krizës, shkurtimit shpenzimeve publike, kompensimit sipërmarrjeve private me para publike, rënjes ekonomike, privatizimeve në masë, ka dhe një rrugë tjetër. Kjo do të thotë, kjo nga klasa politike të paktën është mohu totalisht. Ndërkohë, 2 ditëve të fundit kam vënë re një fenomen nëpër media që po vërshojnë deklaratat Tsiprasit mbi shqiptarët. Tsiprasi që thotë se shqiptarët Shqipëri nuk duhet ta kishim nuk duhet ta kishim mbështet për antarësinë e saj NATO, edhe deklarata e saj e Tsiprasit në Serbi ishte kur u taku me këto Vulinin edhe këta liberalet e tjerë serb ishte problematike se thonte Kosova, bërja Kosovës shtet nuk e zgjidh çështjen ballkanike, është edhe një çështje tjetër që do shifet midis qeverisë greke dhe qeverisë shqiptare, që është çështja e territorit detar. Gjykata kushtetuese ka edhe poshtë vendim që ka marrë qeveria Berisha, por gjithsesi kjo marrëveshje që është bërë midis qeverisë tonë dhe palës greke në rrafsh ndërkombëtar mbetet e lejueshme, më themi, ose i ka përcen këto kufit e legjislacionit kombëtar. Ndërkohë është edhe ka një problem shumë të madh majta greke në raport me Shqipërinë, shqiptar dhe këtë hapësirën shqiptare, se nuk e ka shpluar as fare qëndrimin mbi Kosovës, po i qëndron prap atij besimi dogmatik se Kosova është shtet i krijuar artificialisht nga imperialistët e NATO-s, ushtri. Do të thonë i qëndron nuk e merr fare parasysh se kush ishte në Kosovë, se kush ishte forca shtypse Kosova atëherë. Si e lexon ti këtë marrëdhënien e paktën e 2 shteteve shqiptare në raport me qeverinë e re të Tsiprasit Sirizës? Shiko, në radhë parë ti pyet se si ka mundësi që nuk pati reagim nga klasa politike shqiptare për ardhjen e Tsiprasit, që realisht domethënë është
një pikë e historisë e cila është pikë kulmore në kuptimin që mund të ndodhi gjithçka dhe e papritura, jo vetëm për shtete specifike, për Greqinë, por për mbar Europën, domethënë. Aq më tepër ku ke parasysh që gjithë politika shqiptare ka qenë politika e integrimit. Kemi 23 vjet që na thon do integrohemi. Po të hapësh tani Top Channel, del një europian që thotë Shqipëria ka bërë hapa të sigurta drejt integrimit. Po se sa larg është na ka thënë njëri. E kupton? Pra, në këtë situatë, fakti që klasa politike s'mban asnjë qëndrim, po mund të pyes, po si ka mundësi që klasa politike s'mban asnjë qëndrim për zhvillimin në Kosovë? Për gjithë atë rrëmuj dhe atë përplasje që u bën në Kosovë, përveç një deklarate bajate që thotë që ne kështu që kështu kundërshtojmë dhunën, si quhet. Pra, pozita e klasës shqiptare është pozitë krejt vasalësh, për të mos gjetur një fjalë më të rëndë. Është pozitë vasalësh. Domethënë, në momentin që politika e Merkelit, jo europiane, po e Merkelit, është specifike qoftë ndaj Ciprasit, qoftë ndaj zhvillimeve në Kosovë vetvendosëse me radhë, atëre mos prit që të dalë Rama dhe të mbajë ndonjë qëndrim, domethënë. Mos qëndrim komplet i instruar. Mendoj që politika shqiptare nuk e bën shumë për faktin sepse ata e shprehin si sukses madh sa herë që marrin një borxh të ri nga FMN apo nga banka botërore. Për ata është arritje e madhe, ndërkohë që Syriza tani pranon që krizën e bërë edhe më shumë borxhe ndërkombëtar. Ashtu. Ne vazhdojmë që të marrim dhe të shohim këtë si sukses. Nga ana tjetër, një ndaj kritikave që bën e majta Syrizës dhe Ciprës është pikërisht kjo, fakti që ka bërë çmos që të figura e tij domethënë të jetë sa më e pranueshme. Ka takuar Papën, ka takuar priftrinë e Greqisë, siç edhe ka takuar Vulinin në Serbi dhe është e vërtetë që qasja që ka ndaj Kosovës është pikërisht me një fjalë kjo qasja e imperializmit amerikan, po duhet pasur parasysh që kjo qasje nuk është specifike vetëm me Syrizës, por është e një pjesë të mirë të së majtës europiane, gjermane po themi me radhë. Kjo ideja që e idealizimit të ish Jugosllavisë dhe e luftës imperialiste të NATO-s, domethënë, si më thënë, thuajse nuk e di, ndoshta kam më qasja në përgjithësi të majtës ndaj luftës në Kosovë ka qenë duke kundërshtuar NATO-n. Ndoshta i vetmi që doli pro ka qenë Zhizheku, i thotë që, okay, kur të gjithë e lanë në baltë, normalisht që do pranonte NATO-n. Nga ana tjetër, ndoshta në mënyrë kontradiktore, në programin e vet Syriza thotë se mbështet luftën e Palestinës, të drejtën e popullit palestinez për të krijuar shtet me radhë kundër Izraelit. Ndërkohë që paralelizmi me Kosovën mund të qëndrojë fare mirë domethënë mes Palestinës dhe Kosovës. Për te faktit se Palestinën me fjalë Palestina është kundërshtare e Amerikës, Kosova për arsye gjeostrategjike i doli në krah Amerika. Është selektive nga kjo. Të gjitha në një farë mënyrë, gjëja e fundit vetëm, të gjitha në një farë mënyrë ose përpiqen të justifikojnë brenda idesë që Greqia është në pozitë shumë të vështirë, idesë që Syriza kërkon ta zgjerojë në mënyrë maksimale elektoratin për të qenë e aftë për të përballur me Europën, që duhet thënë që arriti me fjalë fitore të madhe në zgjedhje, pavarësisht se sa i bëj qeveria vetëm. Të mendosh se kryeministri jon është zgjedhur si tip vasali i vogël, veziri i vogël i Merkelit, ose kështu e shet vetë i Merkelit në Ballkan. E kemi specifika tjera historike. Ishte rrëqetësia i banaliteti i kritikës, fillon ditën e nesërme disa artikulle perëndimore. E trajtonin Cipras si ky një sharlatan, ky qenë 60 euro jetë përgjezit, s'ka punu një herë, më qëra këtu komplet, më pa e parë se si ka mundësi domethënë që mori sa përqind 40% votë. 34. Ose dëgjoj opinionin komplet. Komplet sharlatan domethënë analiza. Tu jemi si thosh kemi rënë në rangun e Mesila Dodës, që sot ju bën thirrje grave gjithë botës, mos votojnë ai se ka parë ditë ai të thëmi shej dhe mban vetëm shtetar, por shteti thotë ka 20 vjet, 30 vjet që bëj këtë. Thoshte, shikoj Greqia se ka gjë Evropa se shqetëson fare, thjesht kanë respekt për Aristotelin, dhe prandaj ishte tmerr për metodologji.
Faktikisht nga më një kështu rezume paka shumë situatës dhe më qanë më tepër të teoria e Sorosut që aplikoj Amerika faktikisht është nivel ekonomik më tepër kjo, është dështim ekonomik Greqia më tepër sa dështim social. Po në Amerika shpalli paka shumë falimentimin që u ngrit ra dollari, u ngrit ekonomia pavarësisht se ka në komotive dy dhe Europa tani me që po plaket edhe është vend konsumator në një farë mënyrë, është vendi konsumator i gjithë prodhimeve i Kinës dhe Amerikës aktualisht. Me që tentativën e parë që të ishte të bënte se është çështje euros, këto duan të alimentojnë një farë mënyrë, po jo publikisht, se kanë Amerikën dhe komotivën, të alimentojnë euro një farë mënyrë që të biri euro në limitet e veta dhe të ngrihet prim këmbët të filloj prodhimi i Europës, bëhet Europa vend prodhues jo dhe vend konsumator. Ne kam përshtypjen më paka shumë me që Strauss-Kahn kishte këtë idenë që të prodhonte një monedhë më të fuqishme që të kundërvihesh dollarit dhe ato hodhën poshtë atëherë në zgjedhje. Tani një teori ime është që kjo puna e Greqisë po bëhet si me manivel një farë mënyrë që ta nisim nga Greqia me që Francës i vjen turp të falimentoj, Italis i vjen turp të falimentoj, me që Greqinë e kemi ato djalin e vogël, ta nisim që andej. Këto ide kanë më kava shumë, prapë se prapë të unë Sorosit. Teoritë e ekonomistëve janë këto me një vjetë që kriza është shkaktuar për shkak të mungesës së një mekanizmi që rishpërndan paga shumë pra të mungesës së një mënyre keynesianiste ose të një plani Marshall për rishpërndarjen e pasurisë të Europës. Është koncentrimi i pasurisë në fare pak duar në bankat gjermane dhe në kompanitë e mëdha të eksporteve të Gjermanisë, sepse si thash te punëtoria nuk është se ka shkuar, nuk ndiqet rritja e ekonomisë me rritjen e pagave të punëtorisë, nuk ndodh kjo gjë. Sipas tyre kjo është teoria e krizës, më thënë. Është problem sistemik, është problem sistemik. Dihet kuptohet kjo. Nuk është krizë vetëm e Greqisë, krizë e tërë sistemit evropian, domethënë ajo është rishpërndarjes. Do të mësoj kësaj teorie. Nga pyetja që vështrohet përtej këtyre banaliteteve televizive është sa mundur është ose sa domosdoshme është një seriza në kushtet shqiptare. Sa domosdoshme është dhe sa mundur është një seriza e re në kushtet shqiptare sipas këndvështrimit tënd. Pra, mos u ndjeni si klet. Nuk është puna. Problemi është që unë kam përshtypjen se reformat e Ramës janë reforma tipike neoliberale, jo thjesht të privatizimeve me radhë, por ky kërkon të konsolidojë pabarazinë dhe padrejtësinë që ekziston në shoqërinë shqiptare. Nëpërmjet imponimit të një shteti policor, domethënë. Para ca kohë dëgjova që ka marrë disa nga policiu e ushtrisë, nuk e se quhet ajo, i ka futur në policinë civile, domethënë. Pra ka shtuar radhët e policisë. Policët ishin të vetmit që morën duket rrogën e 13. I ka veshur, i ka bërë policët. Do të them, implementimi pres pak. Të gjë ka bërë te Greqia, mori ushtrinë që luan në kufin dhe i futi në qytet. Që luan qytetarët dhe në Amerikë po bëhet aty në protesta që po ndodhen me fjalë. Dhe kjo vendosja e ligjit, i thot ky, domethënë tashmë që janë konsoliduar këto pozitat e pabarazisë, besoj se do bëj që një pjesë e madhe e popullsisë që është në gjendje kritike, domethënë të varfërisë, në një farë mënyrë të gjejmë një mënyrë reagimi, domethënë. Sepse nëse deri më sot dikush edhe lidhte energjinë andej, dikush edhe kishte një mundësi andej dhe kënej, sot e para punës ke papunësi, dhe ky kërkon ta zgjidhë nëpërmjet fasonerive që janë e fjalë, çfarë them unë, Manchesteri i shekullit të 19 dhe nëpërmjet call centerave për rinin, që në gjithë Evropën sot call centerat me fjalë trajtohen kështu si Allahu na ruaj, domethënë. Vende të ububushme. Lepën pastaj, s'ka fare bereqet, është thjesht punësimi, jo punësimi, është shfrytëzimi i energjisë së rinisë, domethënë, duke u vendosur në ato para kompjuterave kështu me fjalë që flasim me italian. Domethënë, mua më duket se po ndërmerren një sër hapash
të cilat do pamundësojnë jetesën në Shqipëri. Dhe herë da vonë do ketë reagim domethënë. Disa skenare, disa pyetje. Nëse klasa jonë politike reflekton, do zbutet vetë në mënyrë inteligjente për të mbajtur pushtetin sa më gjatë, të zbusit këtë polarizim. Ky skenari do të më normal që të bëhet në pas shkurtër. E dyta mund të ishte një organizim i ri, por që të vinte në pushtet në mënyrë ligjore siç erdhi Siriza në Greqi me votë. Por që kjo momentin tim është Zbultaruar se Siriza deri në 2009 kishte 5%. po edhe ta. Por kjo presupozon dhe një shoqëri civile, këtu s'ka Mund ta marrim në analizë ashtë mundur. Kjo e treta ishte pastaj nëse nuk ndërhyhet me këto dy numrat e para është do vijë moment që do ketë një kolaps të shoqërisë. S'ka ndër tjetër. Po kjo tjetra unë që po e kam diskutuar edhe tjetër që Siriza e tha Redi, nuk është se doli pa pritur 5 vjet, ka 40 vjet histori, grupesh ndryshme, traditet, majta atje. Dhe gjithë ata që e kanë votuar nuk janë majt tepur të tjerë, është moment historik. Po tradit majt ka ne vim nga një diktaturë e egër, memoria historike është komunizmi është se ta janë komunistë, dalin hapur, thonë, bajnë Marx. Disa rryma, jo të tjera. Jemi dakord, po, më thëmë që Cipra si grekët e dinë që është komunist apo jo. Do thotë të dali një lider, do thotë jam komunist, Filloi si tillë, pastaj u po them është memoria jonë është. Alin, do e zëtë e keq po thoshte Jani, tek fakti që Siriza nuk është profeksi në qiell, njylli. Sigurisht për rezultati dekadave përpjekje të mendoj që nga fundi i luftës së botërore, luftës civile greke, pastaj pas krijimit një lloj ligjshmërie, formave të organizimit, dhe diçun shoqëri civile, po jo në kuptimin shqiptar të fjalës, në kuptimin e organizimeve të pavarura nga shteti. Për Shqipëri, ne nuk mund ta imitojmë Sirizën, sepse çdo lëvizje është produkti vendeve. Po ama duhet me çun sikur para të thoshte Redi, duhet me shtru pyetjen si kanë mbijetuar shqiptarët ta 20 vjet për të kuptuar a mund mbijetojnë më që sot e tutje, dhe nëse jo, atëherë po del shtrohet pyetja si mund transformohet. Meq tani nuk është se kam shifra, po me një farë kështu njohuri e paksa abstrakte, mund të thuhet që Shqipëria këtyre 20 vjetëve ka tretur dhjamin e ndërtuar gjatë socializmit, përmes çdo farë privatizimi. Mos harroni diçka, fakti që këtu privatizohet çdo vit shumë shka, do të thotë që ka pas të mira për të privatizuar. Që do të thotë ka pas jo vetëm burime natyrore dhe plazhe, por ka pas miniera, ka pas gjëra. Do janë ndërtuar gjëra që mund shiten, që sa i vjedhin ata që i shesin, sa shpërndajnë për mbijetesin e popullit. Para që dhjam i vën gjatë socializmit. Emigracioni, po themi këto krimi vogël i madh e gjëra të tilla, dhe mendoj unë një lloj kontrate sociale e heshtur midis elitës dhe popullit. Ideja ka qenë këtu, elitat bënte vjedhjen e madhe, po sa kohë kishte ende për të vjedhur, edhe populli vjedhte nga pak në mënyrat e veta. Apo spaguini, ai spaguini ato dhe kjo krijon një lloj ekuilibri shoqëror, njerëzit mund të mbijetojnë. Tani, fakti që sot qeveria nuk do të tolerojë këtë, që nuk është çështje etike, domethënë që dele Edi Rama do thotë, "Ti si është puna, s'ka më vjedhje energjie." Që do të thotë që nuk ka më për të përfitohet e çdo vite të ka shkuar. Janë prerë, s'ka më për të privatizuar, po ta vini re, çka kanë bërë, kanë bërë dalë petroli. Minierat i kanë vënë me koncesion, janë fundosur, nuk janë çu vjet më, sepse janë tani më në top. Remitancat kanë rënë për shkak të krizës, sidomos Greqi, po edhe tjerë. Nuk ka më vend për kompromisin e heshtur social. Në kushte krize ti mundet të shpronsosh të pasurit ose të shpronsosh të varfrit. Kjo thotë mundi lidhesh laku për fillim pasur ose varfër. Kjo është dilema e çdo qeverie shqiptare. Po meqenëse qeveritë që vijnë me zgjedhje kështu janë produkt i interesave i çorganizimit popullor dhe mirë organizimit oligarkëve. Atëherë detyrimisht çdo qeveri që vjen nga që nuk ka bazë popullore, dhe s'po flas vota, po s'ka bazë popullore kuptimin e njerëzve të organizuar që kanë një farë pavarësie, detyrimisht zgjedh të ja shtrëngoj lakun në fyt popullit, edhe jo elitës. Që do thotë kjo me do e mos po ja shpërson dhe do t'i ja shpërsoj kontradikat klasore. Që do thotë të varfrit do bëjnë akoma të varfër, të mesfit do vazhdojnë të rrshqasin drejt varfërve, të pasurit me gjas, do pasurojnë ose do konsolidojnë pasurinë e tyre. Ama prap kjo është i parakusht objektiv që mund ndodhi diçka e mirë.
diçka, si lloj Sirizë, një lloj majte radikale që mund të organizojë masat. Por nuk e të harruar që në kushte të çorganizimit të smajt, ose në momentin që majta nuk ka fuqinë për fituar këtë betejë ideologjike, ose për të thyer hegemoninë kulturore të gjithë këtyre 20 viteve, është frika që mund të fitojnë parti populiste. Kolapsi ekonomik i partive të mëdha mund të jap rrugë të lirë, ndas një Sirizë shqiptare me gjithë kontekstualitetin shqiptar, ndas në farë agimi të artë shqiptar. Ku diun, forma ultranacionaliste, patriotizëm, kombinohet. Po drejtërisht vetëm se po hape këtë kutinë e Pandorës të pasioneve reaksionare. Çfarë nuk del, do të ketë kontradiktave pasave bazë fetare, krajinore dhe gjithçka. Do të thotë, e vetmja alternativë ku është që kemi ndërtojmë, fuqizojmë atë që mbase nga pak po ndërtojmë. Një të majt radikale që radikalisht e shef problemin, radikalisht i kërkon zgjidhjet. Po jo radikale në kuptimin e utopizmit që o burrat ndërtojmë një gjë sa kanë parë syt kur. Dhe këtu radikalitetin ta imponon situata. Nuk kemi kushtet të themi të, fillim viteve 2000, që mund të quhet një lloj epoke e artë e kapitalizmit shqiptar. Dhe që serioziteti shumë shkaje ekziston nga përshtypja që po jetojmë çik më mirë. Po kemi kushte i krize që po thellohet, edhe që nuk ka kështu alternativë. Dhe këtu qeveria mburret se po prish ndërtimet pa leje, se njëri nuk po vjedhë me energji, po prapë shifrat ekonomike janë beter, nga fjala e mirëqenies nuk ka çfarë mburret fare. Që do lishmëria shtetërore nuk përkthehet në mirëqenie, po kjo është e kundërta, kjo është kontradikta e sistemit. Pra, në këto kushte si mundet të organizohen më mirë dhe më shumë. Dhe cilat janë ato forca shoqërore që ne duhet i shohim si pikësynim tash kryesor. Është sigurisht punëtoria e vjetër, por ne nuk kemi avantazhin e Greqisë, kemi një farë industrie të madhe, nuk kemi një farë port Pireu, apo diun. Janë bulqiza, kanë mbet një 200 punëtorë aty, prapë janë pak. Nuk di fasoneri, po janë periferi, janë njerëz që në kushte papunësie të madhe kanë vështirë të organizohen. Një subjekt me të cilin po e pras mendjen këto kohë, është studenti punëtor. Do të thënë, studentët që detyrohen që të jenë tepër gjatë shkollës punojnë, dhe pas shkollës janë pa punë ose prapë punojnë në fusha që nuk janë profesionit tyre. Pra një lloj proletariati intelektual. Dhe kjo është risie e vendeve si puna jonë. Edhe këtu ndoshta ka më shumë shpresë për të vënë të shkëndijën fillestare, domethënë shkëndijën fillestare që pastaj mund të hapet çdo të tjetër. Problemi është që ne kemi shumicën e shoqërisë neutrale që ne konstatojmë vazhdimisht se aty ka një lloj interesi në pjesën politike bërë gjithmonë. Po shikoma se por e doja thot, ja ti me fjalë, ky ministri i financave Varoufakis me fjalë, ja ti u lindja periudhës së diktaturës fashiste në Greqi. Ja ti u morr i ran derës me shkelë, nxorën nga shtëpia e rasën në burg për 8 vjeta. Dhe jo burg, por në një stadium që ishte kthyer në burg. Xhaxhai tim tha u dënua me vdekje 2 herë për aktivitet politik, pra që se nuk e di vëra se vran. Dhe unë u rrita tha me një frym që idhuj dhe misi më thënë ishte Che Guevara, ku diun lexova marshin tha që adoleshent. Do të them që ka një frym tjetër, një traditë të së majtës në Greqi, për shkak të përsekutimit që ka vuajtur, të cilën ne e kemi të përmbysur, sepse këtu kemi vuajtur për shkak të përsekutimit të ashtu quajtur socializëm enverist, domethënë. Kështu i këtu tek ne të diskutohesh, të thuash këtu luftë klasash, të flasësh për të majtën, të thuash të përmendesh komunizmin e gjëra të tilla. Tani si do ndikoj në Greqinë në politikën shqiptare? Si do ndikoj te ne, te unë te ty praktikisht? Marrë kontekstin përqen pragmatist në farë mënyrë. Që lufta e Greqisë është lufta me Europën, ose lufta për transformimin e Europës, dhe padyshim transformimi i Europës sigurisht do ketë ndikim tek ne. Jo vetëm kaq, por nëse Syriza ja del minimalisht pak të ketë sukses, të mbijetoj të paktën. Pa dal nga Europa ndoshta, pa ju rënë ndonjë kolaps kështu katastrofik, atëherë do thotë se të paktën gjithë ne do kemi një shembull ngjitur të cilit i referohemi për mirëqenien sociale. Një shembull i cili nga një katastrofë të tillë humanitare në cilën ndodhet tani, arrin të rimërkëmbet përmes politikave të sociale domethënë. Për pagat njërën tjetrën,
Sepse këtu po ndodh krejt e kundërta, këtu po heq fashën. Ky thotë për 300.000 veta që janë në gjendje të vështirë u jap energji falas. Rama thotë që fashën energjetike për ata që paguajnë nën 300.000 po heq fare. Nga 6 lekë sa paguani, do paguajnë 9 si gjithë tjerët. Kështu që po ndodhe kundërta. Reforma në arsim pastaj. Reforma në arsim është krejt neoliberale, është komplet shkatrimtare, nuk ka lidhje fare me një farë strategjie që e lidh universitetin me punësimin e së nesërmes. Kështu që mendimi tim është thjesht që do kemi një shembull, nëse është i suksesshëm, tek i cili jo vetëm të referohemi, po edhe të mësojmë me një bëjtë. Ne kemi ato migrantë për tjesë, ne ham parët. Në mënyrë direkte dhe më shpejt nga ditë tjera. Po ekonomia brenda Shqipërisë, një Greqi. Bankat më të fuqishme këtu, bankat nga dy banka greke janë. Po dhe importi, janë këto. Në fakt ka edhe efekt pozitiv. Do të thonë do ulim importet greke, do provojmë edhe ne vetë. Kusha? Relative. Ha? Kjo është relative. Ja, do ngritet prodhimi në Shqipëri. Nuk e di bujësia për çfarë mund të jetë, po nëse në gjitha hipoteza. Shumë alternativa, që karim dhe ratë. Janë gjitha hipoteza. Po ama do humbin gjithë legët e shqiptarëve që janë ato banka, importin grek do ta zëvendësoj importin turk. Po dhe shqiptarët që janë pjesë njëre mekanizmit ton politik ekonomik që është i lidh me Greqinë do të shkatërrohet. Por gjithsesi me që e tha dhe janë që do të thotë falimentimi i shtetit. Nuk është problem me falimentu i shtetit. Ne kemi falimentu këto kohë vetëm 20 ditëve të fundit nga 4 herë. Edhe pse nuk e kemi thonë Argentina, por me dalë nga kriza e ka shpall falimentimin. Falimentimi, nëse nuk arrihet gjë përmes Europës, Greqia si ka ngel gjë tjetër, vetëm shpall falimentimin, nuk njeh asnjë nga borxhi që ka bërë, ja filloi ndërtimit prapë nga e para. Kapitalistë si do të falimentu kjo që është, pastaj ndërtohet mbi gërmanda. Se me thënë drejtën unë jam skeptik se mund të ja, se çështja e majte nuk është që të hap mensa publike falas, apo që se ka mangër dje i pjatë makarona, do mjap edhe i pjatë tjetër. Nuk është kjo. Çështja e një e majtës është që përmes punës time të arrit ndërtoj jo vetëm ekonominë time si tu shtëpiak, po edhe një ekonomi të madhe, edhe këtë shërbime t'i ndërtoj përmes punës time. Se pastaj kjo çështja e këtyre e pensioneve, rritën pensionet, mori pagatjera pak këtu, nuk do të shkoj gjallë për mendimin tim. Ose siç e kam mendimin tash, ose do ketë socializëm, ose do ketë agonie dhe barbarizëm. Rrugë tjetër nuk ka. Do të thotë mund ta shtysh cicmit sa dush, merr pak këtu, merr pak atje, jep pak nej, po nuk është se Shkon, të pak në mënyrë se si e shtron Syriza problemin, është që nuk është se këto masa i ndërmerr për të rritur elektoratin, domethënë. Nuk është se po shtoj pensionet që mbase herës tjetër më votojmë shumë. Gjitha këto masa ndërmerren në kuadrin e asaj që quhet krizë humanitare. Dhe padyshim, gjithmonë brenda kontekstit që nëse nuk ndryshohet Europa, ky ndryshimi radikal ligjer, atëherë s'kemi gjë në vi. Dhe gjitha këto masa që premton vendet e reja punës e pensionet njërin tjetrin do janë të pamundura nëse Europa e kundërshton kështu domethënë me shpatë në dorë dhe detyron falimentin. Sepse nga ana tjetër Greqia nuk ka luksin e Venezuelës që të ketë naftë, të bazohet në një burim caktuar ekonomik, domethënë, që edhe i vetëm trimin e luftë. Me turizmin që ka Greqia, do t'i shes edhe ato ishu që ai ka. T'i shes turkut. Turizëm politik. Turizëm politik. Në vemi në Greqi. Të takohen në Greqi majtistët. Ore, po, ata që kanë lidhë në Greqi, do marrin... Po. Te kërkova, nuk e di, se kam... Po, a mund ndikoj ajo partia djathtë nacionalistë? Ajo ka përgjithësi di më. Atëherë, është bërë, domethënë, është diskutuar në parlament dhe hyri në fuqi si proces, po ishte 100 euro për të dorëzuar dokumentat. Nisë dokumentash. Nuk e kanë kundërshtuar se kanë qenë në parlament.
Vetëm mjafton të kesh lindur aty, të kesh lindur kur ishte Samaras në pushtet, ishte të kesh lindur të bësh klasën e 6 edhe të dish të shkruash historinë gjithashtu normal. Tani mjafton jo vetëm të kesh lindur normal, është automatikisht edhe është bërë edhe për fëmijët që kanë shkuar në moshë të vogël në Greqi. Se në Greqi domethënë brezi im njihet brezi i dytë i emigrantësh. Edhe moralisht ata gjithmonë kanë konsideruar grek. Vetëm problemi ishte sepse të djathtët, si ishin zonë, nuk ish akoma. Ata gjatë gjithë kohës kanë krijuar pengesa. Ka qenë dikur 800 euro, domethënë kur kam qenë në Greqi ka qenë 800 euro dorëzimi i dokumentave për të marrë shtetësinë greke. Tani besoj se do të jetë më pengesë. Çfarë përfitimi ka shit? Ke linda ndeti? Edhe toponimet do jenë më pengesë. Jo, toponimet janë, do të bërë pasaportë edhe. Toponimet janë. Po kështu merr pension pastaj. Kur vdesësh do ta bëj varrin aty, po merak. Pa ndodh që majta greke për shkak nëse fiton një majtë shqiptar apo di unë. Kë Tiranën? Jo, të majtën të organizimet të mund si që janë shumë organizata politike, organizimet vërteta partikulare. Po janë tepër sipër ata. Kur je tepër sipër nuk shef shumë poshtë. Nuk e di, kush që thoshti që Partia Komuniste këtu shqiptare tani jam duket financohet ende nga Kina. Kështu që Japin KKE, jep lekë. ku e ashtu? Ua. Sa ata janë stalinista, dhe këta të KKE-s, jepi lekë, jepi kompjuter. Ja tash do vije Ciprasi në Tiranë. Ka një 2-3 komuniste. Mund t'i bëjmë edhe na letër, t'i themi jemi Mos 4 fare duket. Njëra është e re, për na bisedim, Për këto, këta kanë kontakte me, nëse nuk jesë kjo puna e Evropës. Kanë kontakte ose ka një alternativë për zhvendosje, për përmendje. Nuk i jep lekët BE-ja, mund t'i jap Kina, mund t'i jap BRICS-a. Kjo është çështja e vet. Sa herë është shtruar çështja e planit B, që quhet, këta asnjëherë s'kan dhënë në përgjigje. Në të gjitha debatet politike njërin tjetër, gjithmonë linja është që s'ka për të ndodhur asnjëherë domethënë. Kur thuhet po kush është plani mendojnë se s'ka më. Po nuk e shprehin hapur të paktën. Ose siç thotë ky ekonomisti që ne nëse na erdhi lagu në fyt do t'i kthehemi popullit, do bëjmë referendum, do bëjmë çfarë të bëjmë. Do dalim? Hajde dalim. Edhe në jashtëm të mandë, Terezi përmendi ligjërat që të kërkojnë bashkëpunimin e Dilikë në këtë temë që arrit një kështu kohezion gjerë. Ky është plani A, domethënë i vetmi plan i. Se frika jo është kjo që ndoshta kushtet e vendeve si Kina, Rusia, nuk janë po aq diskriminuese. Do të thonë që duke nga të ambash fare, s'u tin kushte më të favorshme. Dhe ideja është ti falimenton deri nga euro, nuk t'i japin në bankat evropiane lekë, jenë, si thua, është i zhyt financiarisht, do t'i japësh paga, do të kesh ca lekë me bëj investime, apo do t'i japësh edhe gjëra. A mund t'i japin BRICS-at, do të këto vendet Brazil, Indi dhe Kina. Edhe okay, nga ana gjeopolitike aty do interesonte. Por ama një vend që ka falimentuar herë, është problematik për atë që jep lekë, se jetojmë kapitalistë, edhe Kina dhe Rusia në vende kapitaliste, do të jenë konkurrencë midis fuqive të mëdha kapitaliste. Që dakor dikush për arsye gjeopolitike mund ta shkeli syrin më shumë ose më pak. Paskush nuk ka dërmend fali lek në kapitalizëm. Fatkeqësisht Bashkimi Sovjetik nuk ekziston më do se jetë popullit të Afrikës kredi pa interes, po do ta falte fare. Ky është problemi domethënë. Rusi bëri një atentat në para se të merrte dorëzin nga Bashkimi Evropian. I ofroi lek, por nuk pranoi Karamanlisë atë. Po me çfarë kushte ose kushtet ata i din. Po sigurisht jo për dashurinë apo që janë ortodoks të dy shtetet siç thuhet në. Po unë mbaj mend që një herë këta për të dalë në ka kishte për shembull ta kanë program mos gaboj dalje nga NATO. Jo nuk e kanë theksuar shumë këtë rast. Edhe mbaj mend në një intervistë gjithë kur e thoshte që kur kërkuan ndihmën e rusëve, rusët thoshin ok, dini nga NATO e përfusim trupa ushtarake ruse. Ose kinezët, ok, mos ndiqni planin e BE-s, po na jepni ne privatizime me qindrat kushte diskriminuese. Nuk është se ka një... Po. Ata... Që si do me të nga nadër, por arsi kontare, zdo i shitesh Rusisë, thjesht për ndryshuar. Shumë gjë madhe të dalësh në mesdhe. Ky është interesi më i madh i rusëve. Unë shikoj një kontradiktë po ta kapim nga ana ideologjike të Europës. Kemi Europën nga një anë e cila flet për lirinë e kombeve, për gjithë këto idealet, nga ana tjetër
merr masa shtrënguese, domethënë imponon politika. Ky është një kontradikt e Europës. Është një krizë, domethënë idealesh, mund të themi, të Europës. Për të parë në kontekst. Që tregon që Bashkimi Evropian nuk është aq sukses i madh. Kemi dhe Europën e dy standardeve, më themi, është dy shpejtësive, siç thon Greqi, që kemi një palë në Europën veriore, e cila imponon politika e Europës jugore. Nuk është një klub, nuk funksionon si një klub. Është kontradikta mes demokracisë ose politikës ose vlerave liberale të demokracisë dhe interesave të kapitalit. Domethënë kjo lojë funksionon për aq kohë sa nuk cënojnë interesat e kapitalit. Po cënuan s'kam demokraci. Prandaj edhe shtetet veriore janë pasuruar më shumë, kurse këto të jugut. Kemi edhe këtë lirinë e tregut. Çfarë liri tregut? Importi në gjithë vendet e jugut importojnë nga jashtë. Jo, po kjo është interesante për shembull të ngrihet pyetja në ç'kontekst kontekst presupozohet integrimi i Shqipërisë në BE. Në këto kushte në cilat ndodhet. Dhe ja vlen as ja vlen nga pikpamja ekonomike. Okej, liberalizimi nuk e di kujt. Hapja e tregjeve, çfarë tjetër. Po do konkurrojë Shqipëria, si do konkurrojë? Po jo, do jetë në drita pozita, ndoshta do ketë më shumë mundësi për të marrë borxhe. Në çështja se muhabeti borxheve. Shqipëria nuk se ka një pozicion kaq strategjik. Programi i çerri vogël. Më çepo me që do hyjmë në Europë. Strategji ka, po çfarë thuaj? Karamele. Po bravo, i kanë ca stoqe të mushme plot në Europë dhe ajde ku që janë ngopim Shqipërisë. Jo, Europa mund të interesohet për Shqipërinë në ky kontekst gjeopolitik, me që sa shqiptar ka në Ballkan gjithsej zënë, po janë nga 7 milion, 8 milion, sa janë. Dhe këta kërkon që të krijojnë një bashk pro-perëndimor kundrejt këtij që janë pro-rus, domethënë mund të jetë dhe kjo. Që i do shqiptarët në saj, domethënë. Në fakt ne jemi në momentin që Shqipëria është interesuar për Evropën, nuk është se Europa ka ndonjë interes shumë të madh, dhe kjo pjesa e hapjes tregjeve. Në fakt, ligjërisht, tregjet janë hapur. Në marrëveshja e stabilizimit të Sicilit ka parashikuar që deri në 2016 gjitha tregjet për gjitha produktet, përveç rasteve shumë specifike, janë të hapura. Kështu që nuk është se integrimi në Bashkimin Evropian detyrimisht çon në hapjen e tregjeve. Marrëveshja ka parashikuar që tregjet vitin tjetër janë gjitha të hapura. Kështu që kjo nuk ka shumë lidhje domethënë fakti që hapen tregjet me arsimin e Bashkimit Evropian. Nëse më shton një gjë të parë të pjesën e bazës ligjore për daljen nga Bashkimi Evropian, që vogëlisë në fillim. Në fakt ka një bazë ligjore, por mirë duhet bëjmë dallimin mes daljes nga Eurozona dhe daljes nga Bashkimi Evropian. Sepse janë dy gjëra ndryshme. Se Greqia do dalë nga Eurozona dhe nga BE-ja. Traktati i Lisbonës, që ka hyrë në fuqi tani, parashikon që një shtet mund të dalë nga Bashkimi Evropian, jo vetëm me dëshirën e vet, por edhe vendet anëtare mund ta kërkojnë dalje. Në qoftë se shteti nuk plotëson kriteret e shtetit të së drejtës. Nuk ka terma ekonomik në traktat që përcakton që nëse shkelja e mbyllon ekonomia e tregut e mbyllon, shteti përjashtohet. Që ka sot një bazë ligjore që mund ta përjashtojë shtetin nga. Çfarë nuk do me shtetin e së drejtës? Ka shumë kritere, varet. Për shembull, shteti i së drejtës është funksionimi i demokracisë, është respektimi i minoriteteve, respektimi i drejtave të njerëzit. Dhe ka një proces negocimi dhe për dalje, këtë parashikon traktati, që ti siç ke hyrë në Bashkimin Evropian nëpërmjet negociatave, duhet përsa negociata pastaj që të dalësh. Austria rrezikoi të dilte, Hungaria, më thënë. Dhe nuk e di. Ishte rasti i Hungarisë që u bë debati për Orbanit, që ishte kryeminist atëherë. Prandaj u pa një vakum në traktat që nuk ishte një bazë ligjore. Pastaj traktati i Lisbonës e ka rregulluar, kështu që ka një bazë ligjore. Mirë, që interes ka Shqipëria për të andarësuar në BE? Kjo është pyetja. Njerë më mes ata unë kam dëgjuar të fitojmë shumë lloj fondesh, tani nuk aplikojmë dot. Shqipëria mund mos ketë, qeveria që do të janë projekte këto. Të ketë. Për projekte futemi? Me projekte shumë arsye gjeopolitike, po interesin nga rikthania ekonomike ka. Edhe me marrjen e këtij status shtohen ato. Si për të marrë fonde nga BE-ja, jo borxhe fonde. Jo, kjo nuk ndodhet. Fondet borxhe. Borxhe janë si fjalë. Jo, nuk është vërtet.
Do, paktën deri në 2020 e morëm statusin, po dhe sikur mos ta merrni, nuk ndryshon asgjë sepse instrumenti rifinanciar që BE-ja ka për vendin e Ballkanit Perëndimor. Po e bëj shumë teknike çështjen. Ideja është që instrumenti rifinanciar që është deri në 2020 nuk bën dallime nëse shteti ka apo jo statusin e vendit kandidat. Të gjitha shtetet kanë drejt të aplikojnë dhe varet nga performanca që ato kanë pastaj për të përfituar apo jo. Ndërkohë që kjo idea ka qenë deri në vitin 2014, instrumenti paraardhës ka qenë i tillë që një shtet që kishte statusin e vendit kandidat përfitonte nga 5 komponentë të instrumentit financiar, ndërsa ai që kishte statusin e vendit kandidat potencial vetëm nga 2 komponentë. Ky ishte kjo ka ndryshuar në 2014 kur ne morëm statusin, kështu që Po performanca varet nga performanca, cila performancë? Pra këto korrupsioni. Ka grande, me që kanë grande përvojësi për shumë. Disa sektorë. Problemi që pas këtij termi shtet ligjor, të kej lepur i kapitalit, po lidhet kjo. Do të ideja është ty të respektosh kontratën. Ti duhet të respektosh, ku diu, detyrimet që ka. Se ky shtet ligjor, se Greqia këtë do të bëjë, zot njëoj detyrimet. Do thotë ngrej duar shkart, më falni gjysmën e borxhit. Ose më mikën trurin me një shteti shqiptar duhet të kthej dhe duhet të kompensoj ish pronarë. Edhe për drejt fal një borxh në vitet 80 përsëri. Do të flas për rastin shqiptar. Këtu shteti shqiptar ka një detyrim të jashtëzakonshëm financiar ndaj ish pronarëve. Në zonat urbane, domethënë. E ke pronën aty, është bërë shtëpia pallat, nuk ja kthehet ish pronarë për arsye sociale, politike, kështu me radhë. Atëherë shteti merr përsipër borxhin. Dhe shteti ja ka këtë borxh qytetarëve vetë, jo për një arsye madhore. Thjesht ka qenë aq idiot sa që ka bërë një ligj 91-92 që e ka njohur pronën. Në fshat nuk e njohur ish pronari. Nga frika se fshatarësia do bëj prapë fuqi revolucionare dhe të shifsh me dy bli kapitali. Pastaj në qytet e njohur pronën. Sigurisht na pronën ndërtuan njerëzit nga halli, shpytën fare as për ligjet, por ju do mbjetonin. Tani shteti nuk e di çfarë barre financiare ka që të kthej ish pronarëve lek. Tani 1 miliard. Si thosh, një nga kushtet mos gaboj që ja përmendin shpeshherë Shqipërisë, është kjo që pse si e kthejnë ish pronarëve lekët. Kjo do pse buxheti i shtetit nuk kompenson ish pronarëve, që thotë një klasë arkaike pra ka shumë. Njerëz që 44-43 kanë pasi truall aty që pastaj çfarë nuk është bërë. Dhe gjitha këto janë detyrime që shteti shqiptar ja vë vetes, pikërisht është shtet klasor, ose thotë nuk para pyet për të mirën e përbashkët, vendos sa shtresat privilegjume dhe thotë por këta kanë detyrime, këta tjerë të frisni vetë. Dhe këtu në kuadrin e kësaj shtetit ligjor ne jemi të detyruar, pikërisht edhe prej ndoshta procesi i integrimit, po e marrësh gjëra për çëm brenda, që të paguajmë gjëra të tilla domethënë. Ty nuk përjashton njëri nga BE-ja nëse thosh u heq energjinë elektrike njerëzve. Bileta imponon. Do pikërisht. Ama nëse nuk u kthen detyrimet ca shtresave të caktuara, shumë nëse shteti shqiptar bën një kontratë me një firmë të huaj për ndërtuar rrugën. E nëse nuk e kthen shteti shqiptar, ose nuk e jep lekën në kohë, apo nuk i bindet rregullave të kontratës, do e psoj disi. Dhe gjitha thojnë pikërisht imponime në këtë kuadër. Pyetja është që çfarë alternative ka? Kur je vetëm. Na mund të jetë alternativë ndërprerja e procesit integrimit në këto kushte. Sepse do një alternativë shumë fortë, edhe ekonomike edhe gjeopolitike ku më mbështet. Ekonomike kemi ne për vazhdim të menaxhojmë burimet tona. Ku se arriti socializmi që ishte aq serioz. Nuk kam biseduar me persona që janë marrë me ekonominë e vendit, thonë që shteti komunist, Ramiz Ali nuk falimentoi thjesht se nuk kishte burime, e s'kishte ushqim. Dhe studimit kishin treguar që prodhimi ne kishim aq prodhim mund prodhonin ngrur aq shumë për sa për 48 milion persona. Sa? Për 48 milion. Studimi i mirëfillt i 78-s. Ai 85 diçka të mund prodhon aq dritë sa mund bani me bukë 48 milion. Në vitet 70 ne pretendum të rrisnim prodhueshmërinë e naftës. Në vitet 70 që pati dhe i proces famshëm gjyqësor që u kushtatuan ca inxhinierë e ca ministra, ishte plani që ne do rrisim prodhueshmërinë e naftës. Dhe kishte parashikime madje shkencore që do arrinim ta rrisim substancialisht. Nuk u arrit, po jo aq shumë. Edhe u detyruam me vra
inxhinier, do të shkoj çfarë presioni edhe duke nxirri do të na afër kur s'kishte shumë se aq. Nuk fut dot që kishe ose gjetët dot kur ti e pije që po ose gjeje, do shkoj po shkatu. Kështu që burimet këto janë. S'mund të jetë kështu në gjoj fshetin e se dim. Për dusha ta skip se do ta linin pushtetin. Se do hynin në krizë. Nuk e di unë. Nuk ta ka përcenin ata, nuk ishte dhe i vendim gjeopolitik. Gjithë kampi ra, ta lëshojnë dhe këta në mënyrë kështu. Një persona që janë marrë me minierat dhe me këto burim në vërtetë që faktikisht nuk ka falimin të mbështetjes se s'kem pas burim. Thjesht ka që më ka qenë çështje menaxhimi, çështje organizimi. Po ja varëm punës te nga fundi. Ja varëm punës te gjatë. Që mund të hajë një vend tjetër. Po ne kemi që burimet ishin sa ta lindën një pjesë, thashë komunizmi e la me atë gotën kështu mbushur gjysmë. Ne zbrazëm dhe gjysmë në duhet ta mbushim akoma. Mua më bën përshtypje kjo që Bulqiza është vend i pasur, me që ka këto resurset e që. Si ka mundësi që ky vend kaq i pasur me këto miniera, është vend njëkohësisht më i varfër në Shqipëri, domethënë. Ato parë domethënë që prodhohen aty, ato që fitohen prodhimi, se thash, nuk investohen në vend. Të shkojnë diku tjetër, se ku shkojnë atë, s'e di. Si kanë kapur 3 veta për fytyrën e minierëve atje. Jam Bulqizarët marrin vetëm rrogën e minatorit. Televizione private. 30 televizione private. Apo duhet sa. 50 universitete private. Ja atje shkojnë. Qarkullojnë. Apo kazino, pa fund, këto jashtë. Kazino, lotës sportive. Djestu që në kapitalizëm, kapitali investohet aty ku sjell fitim më të madh për njësi kohë. Kjo është logjika. Që do një kapitalist, nëse ka 10 njësi kapital dhe ka 2 alternativa. Ta investojë në prodhim, punsoj më shumë njerëz, por ama fitimin e ka më pak të sigurt, e ka të shtyrë në kohë dhe e ka me normë të ulët, dhe nga ana tjetër ka mundësinë ta investojë në forma spekulative, gjithmonë zgjedh ta investojë në forma spekulative. Dhe kriza e madhe 2008-s vjen që andej. Pse ti investosh në prodhim, kur mund të investosh në Wall Street? Po ky është problem për kapitalin global, jo për tek ne, domethënë. Ai për shtete fuqishme që kanë një minimum autonomi e çikë më të madhe se shqiptar, dhe prapë nuk e arrin ti drejtojnë kapitalet aty ku duhet. Që un kam frikë që në një moment caktuar duhet të kthehemi tek centralizmi, planifikimi, po jo thjesht mbar shtetëror, po mbar evropian ose rajone më të gjera. Se në kontradikta kryesore e kapitalizmit është kjo që rritet prodhueshmëria dhe rritet varfëria. Teknologjia avancon, që do të thotë për të kohë se mund të prodhojmë më shumë, edhe njerëzit mund të jetojnë më mirë. Po njëkohësisht rritet edhe varfëria si rezultat i pabarazisë në rishpërndarje. Po ka vetëm një mënyrë që rritja teknologjike të sjellë edhe rritje është mirëqenies, kur teknologjia, që thotë mjetet e prodhimit të jenë kontroll publik. Nafa gjatë themi, që nuk bëhet dot brenda një shteti, që duhet mbase mund të nisi provokime ose si krizë në shtete të caktuara, por në fund fare ka nevojë për një lloj superfuqi që mund të jetë Bashkimi Evropian, mund të jetë Kina, mund të jetë SBA-ja. E ke bërë artikull? E ke bërë artikull? Jo, akoma. Proces e sipër. Se provënimisht po ndrejtë në puna e politikës. E prishim?